Në dhjetor të vitit 1990, kur gazetarët perëndimor përpiqeshin të hynin në Shqipëri për të dokumentuar fundin e regjimit stalinist, dikush në ambasadën shqiptare në Bukuresht po shkatëronte dokumente. Jo dosje të zakonshme, por letra personale, shënime të kodifikuara dhe një listë me emra që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Një sekretar i ri i ambasadës, Marco Bello, kishte marrë një vendim që mund t'i kushtonte karrierën, madje edhe jetën. Ai do t'u hapte dyert gazetarëve, pavarësisht urdhrave nga Tirana. Por përpara se ta bënte këtë, ai fshiu gjurmët e diçkaje tjetër, një korrespondence sekrete me intelektual rumun që diskutonin jo vetëm rënien e komunizmit, por edhe atë që do të vinte pas. Çfarë fshihte kjo korrespondencë? Kush ishin këta intelektual që Marco i besonte më shumë se e prorëve të vet? Dhe pse, 30 vjet më vonë, kur ai vdiq nga Covidi në vitin 2020, familja e tij kërkoi që këto letra të mos publikoheshin kurrë? Kjo është historia e një njeriu që besonte se politika mund të ishte diçka më shumë se luftë për pushtet, një art, një shërbim, një rrugë drejt dinjitetit kolektiv. Marco Bello nuk ishte një politikan tipik shqiptar. Ai ishte një diplomat që fliste 5 gjuhë, një gazetar që kishte lexuar Camus dhe Orwell në origjinal, një njeri që në mbledhjet e qeverisë citonte filozof në vend të statistikave. Në një vend ku politika ishte gjithmonë një lojë e ashpër, ai erdhi me doreza të bardha dhe me besimin naiv se inteligjenca mund të fitonte mbi cinizmin. Por a mund të mbijetonte një njeri i tillë në politikën shqiptare? A mund të ndryshonte ai një sistem që ishte ndërtuar mbi besnikëri personale dhe jo mbi ide? Dhe çfarë ndodh kur një intelektual përpiqet të bëjë politikë në një vend që ende nuk ka mësuar të dallojë vizionin nga iluzionin? Historia e Marco Bellos fillon jo në Tiranë, por në Bukuresht, në një dhomë të vogël të ambasadës shqiptare ku ai punonte si sekretar në fillim të viteve 90. Ishte një kohë kur Shqipëria ende ishte e mbyllur, kur Enver Hoxha kishte vdekur, por trashëgimia e tij ende mbante vendin në izolim total. Marco ishte 20 e ca vjeç, i sapo diplomuar në gjuhë të huaja dhe tashmë kishte kuptuar diçka që shumë shqiptarë nuk e dinin ende. Bota po ndryshonte me shpejtësi maramendëse dhe Shqipëria po mbetej prapa. Ai shihte çdo ditë në rrugët e Bukureshtit si rumunët festonin lirinë e tyre të re, si hapeshin kafenet dhe libraria, si njerëzit flisnin hapur për politikë pa frikë. Dhe ai e dinte se kjo do të vinte edhe në Shqipëri, por pyetja ishte, kur? Dhe kush do të ishte gati ta drejtonte këtë tranzicion? Në atë dhomë të vogël të ambasadës, Marco nuk bënte vetëm punën e tij zyrtare. Ai lexonte çdo gazetë rumune që i binte në dorë, shkëmbente letra me intelektual lokal dhe mësonte si funksionon një shoqëri që po dilte nga diktatura. Ai mësoi se liria nuk vjen automatikisht me rënien e një regjimi, se duhen institucione, ligje, kulturë politike. Ai mësoi se demokracia nuk është vetëm të votosh çdo 4 vjet, por të kesh media të pavarura, gjykata që funksionojnë, politikanë që i përgjigjen popullit. Dhe ai filloi të ëndërronte, çfarë do të ishte nëse Shqipëria mund të bënte këtë tranzicion më mirë se të tjerët? Çfarë do të ishte nëse ajo mund të kapërcente fazën e kaosit dhe të shkonte direkt drejt Evropës? Ishte një ëndër e bukur, por edhe e rrezikshme, sepse në Tiranë ende kishte njerëz që mendonin se ndryshimi ishte tradhti. Kur gazetarët perëndimor filluan të kërkojnin viza për të hyrë në Shqipëri në dhjetor të vitit 1990, Marco mori një vendim që do ta përcaktonte karrierën e tij. Ai u tha atyre se do t'i ndihmonte, pavarësisht se nuk kishte autorizim nga Tirana. Ai organizoi takime, siguroi dokumente dhe u dha këshilla se si të lëviznin në një vend që ende ishte gjysmë i mbyllur. Kur eprorët e tij zbuluan se çfarë po bënte, ai u tha diçka që i habitur, nëse ne nuk u tregojmë botës se çfarë po ndodh këtu, dikush tjetër do ta bëjë dhe do ta bëjë gabim. Ishte një logjikë e çuditshme për një diplomat shqiptar të asaj kohe, por ishte logjika e Marcos. Ai besonte se transparenca ishte më e mirë se sekreti, se e vërteta ishte më e fortë se propaganda. Por a kishte të drejtë? Ose ishte thjesht naiv? Në vitet që pasuan, ndërsa Shqipëria hapej dhe hynte në kaos, Marco u bë një figurë e njohur në qarqet diplomatike. Ai u emërua ambasador në Bukuresht, një pozicion që e mbajti deri në fillim të viteve 2000. Ishte një ambasador i pazakont. Ai nuk organizonte vetëm recepcione zyrtare, por edhe debate intelektuale, takime me shkrimtar dhe gazetar, projekte kulturore. Ai donte që Shqipëria të shihej jo si një vend i varfër dhe kaotik, por si një vend me histori, me kulturë, me potencial.
Ai donte që shqiptarët të mos ishin vetëm emigrantë që kërkonin punë, por edhe intelektual që kontribuonin në dialogun evropian. Ishte një vizion ambicios, por edhe i vështirë për të realizuar, sepse realiteti shqiptar ishte shumë larg këtij ideali. Në vitin 1997, kur Shqipëria u zhyt në kaosin e skemave piramidale dhe kryengritjeve të armatosura, Marko ishte në Tiranë, duke ndihmuar gazetarët të kuptojnë se çfarë po ndodhte. Ai i shoqëroi ata në qytete jashtë Tiranës, u tregoi realitetin e vendit dhe u shpjegoi se si një popull i tërë kishte humbur kursimet e tij në një mashtrim kolektiv. Por ajo që gazetarët nuk e dinin ishte se Marko vetë kishte humbur diçka në atë krizë, jo para, por besimin. Ai kishte besuar se Shqipëria po shkonte drejt normalitetit, se institucionet po forcoheshin, se njerëzit po mësonin të besonin në shtetin e tyre. Por kriza e vitit 97 i tregoi se ai kishte gabuar. Shteti shqiptar ende nuk funksiononte, njerëzit ende nuk i besonin institucioneve, dhe politika ende ishte një lojë e egër ku fitonte më i forti, jo më i miri. A duhej të dorëzohej? Ose duhej të vazhdonte të luftonte për vizionin e tij? Kur Marko u zgjodh deputet për herë të parë nga Partia Socialiste, shumë kolegë të tij u habitën. Pse një diplomat i suksesshëm, një njeri me karrierë të ndërtuar, do të hynte në politikën shqiptare, një fushë ku reputacioni shkatërohet shpejt dhe ku idealet shpesh sakrifikohen për interesat? Marko u përgjigj thjesht, sepse dikush duhet ta bëjë. Ai besonte se Shqipëria kishte nevojë për njerëz që e donin vendin më shumë se pushtetin, për njerëz që ishin gati të humbnin zgjedhjet por jo integritetin. Ai besonte se politika mund të ishte një profesion fisnik, nëse e bëje me ndershmëri. Por sa shpejt do të zbulonte se politika shqiptare nuk funksiononte sipas këtyre rregullave? Në parlamentin shqiptar, Marko ishte një figurë e veçantë. Ndërsa kolegët e tij bërtisnin dhe akuzoheshin reciprokisht, ai fliste me qetësi, me argumente, me referenca historike. Ndërsa të tjerët lexonin fjallime të shkruara nga këshilltarët, ai improvizonte, citonte libra, bënte analogji me vende të tjera. Ndërsa shumica shihnin politikën si një lojë me shumë zero ku fitimi i njërit ishte humbja e tjetrit, ai përpiqej të gjente terren të përbashkët, të ndërtonte konsensus. Por kjo qasje e tij shpesh e izolonte. Kolegët e tij e respektonin, por nuk e kuptonin. Kundërshtarët e tij e admirojnë, por nuk e merrnin seriozisht. Dhe publiku shqiptar, i lodhur nga premtimet e pambajtura, nuk e dinte nëse Marko ishte një idealist i sinqert apo thjesht një tjetër politikan që fshihej pas retorikës së bukur. Kur Marko u emërua ministër i integrimit evropian, shumë njerëz menduan se kjo ishte pozicioni perfekt për të. Në fund të fundit, ai kishte kaluar vite duke studiuar Evropën, duke punuar me institucione evropiane, duke promovuar vlerat evropiane. Ai e dinte se çfarë duhej bërë: reforma në drejtësi, luftë kundër korrupsionit, forcim i institucioneve, harmonizim i legjislacionit. Ai e dinte se rruga drejt Evropës nuk ishte vetëm teknike, por edhe kulturore. Shqipëria duhej të ndryshonte mentalitetin, jo vetëm ligjet. Por ai gjithashtu e dinte se kjo ishte një betejë e vështirë, sepse shumë njerëz në pushtet nuk donin ndryshim real, ata donin vetëm etiketën evropiane, pa përmbajtjen e saj. Si mund të luftonte ai kundër këtij cinizmi? Si mund të binte një klasë politike që përfitonte nga statusi quose reforma ishte në interesin e tyre? Në zyrën e tij si ministër, Marko mbante një fotografi të vjetër të Bukureshtit nga viti 1990, kur ai ishte sekretar i ri i ambasadës. Ishte një kujtesë e asaj që ai kishte parë, një vend që dilte nga errësira dhe shkonte drejt dritës. Ai shpresonte se Shqipëria mund të bënte të njëjtën gjë, por më shpejt, më mirë, me më pak dhimbje. Por çdo ditë që kalonte në atë zyrë, ai shihte se sa e vështirë ishte kjo. Ai shihte se si ligjet miratohen por nuk zbatohen, se si institucionet krijohen por nuk funksionojnë, se si njerëzit flasin për Evropën por veprojnë sipas logjikës së vjetër ballkanike. Dhe ai filloi të pyeste veten, a ishte e mundur që Shqipëria të bëhej vërtet evropiane? Ose ishte kjo vetëm një ëndër e bukur që do të mbetej përgjithmonë e parealizuar? Për herë të parë në 35 vjet, një ish-zyrtar i lartë i Ministrisë së Jashtme shqiptare pranon të flasë para kamerave për Marko Bellon. Ajo që ai na tregon për vitet e fundit të karrierës së Markos do të rrëzojë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private me lider evropian, te planet e tij për të transformuar politikën shqiptare, te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull.
ish zyrtari, i cili kërkon të mbetet anonim për arsye sigurie, na tregon se Marko kishte një dosje personale ku mbante shënime për çdo takim me diplomat të huaj. Në këto shënime, ai shkruante jo vetëm çfarë diskutohej zyrtarisht, por edhe çfarë thuhej jashtë protokollit, në biseda private, në darkë, në momente kur diplomatët flisnin hapur. Dhe ajo që del nga këto shënime është një portret shqetësues i perceptimit që Evropa kishte për Shqipërinë. Diplomatët evropian në publik flisnin për mbështetje dhe partneritet, por në privat ata ishin shumë më skeptik. Ata pyesnin Markon, a është Shqipëria vërtet gati për Evropën? Ose thjesht po luan lojën e integrimit pa qenë e gatshme të bëjë sakrificat e nevojshme? Marko u përgjigjej me pasion, me argumente, me shembuj, por ai e dinte se skepticizmi i tyre nuk ishte i pabazuar. Ai e dinte se Shqipëria kishte ende shumë punë për të bërë, dhe ai e dinte se koha po mbaronte. Në vitin 2003, kur emri i Markos u propozua për postin e ministrit të jashtëm, shumë njerëz menduan se kjo ishte një zgjedhje e natyrshme. Ai kishte përvojën, kredencialet, respektin ndërkombëtar. Por në 29 korrik të vitit 2003, Parlamenti shqiptar nuk e miratoi emërimin e tij. Votimi ishte i ngushtë, por rezultati ishte i qartë. Marko Bello nuk do të bëhej ministër i jashtëm. Arsyet zyrtare ishin teknike, por të gjithë e dinin se arsyet reale ishin politike. Kishte njerëz në Partinë Socialiste që mendonin se Marko ishte shumë i pavarur, shumë i paparashikueshëm, shumë pak i gatshëm të luajë lojën e brendshme të partisë. Kishte njerëz që mendonin se ai do të ishte një ministër i jashtëm që do të fliste shumë hapur, që do të bënte premtime që qeveria nuk mund t'i mbante, që do të krijonte probleme diplomatike me sinqeritetin e tij. Dhe kështu, ata vendosën ta bllokojnë emërimin e tij. Për Markon, kjo ishte një goditje e rëndë. Jo sepse ai donte pushtetin për hir të pushtetit, por sepse ai e shihte këtë pozicion si një mundësi për të bërë diçka të rëndësishme. Ai kishte plane për të riorganizuar ministrinë e jashtme, për të trajnuar një gjenerat të re diplomatësh, për të ndërtuar një politikë të jashtme që do të bazohej në vlera dhe jo vetëm në interesa. Ai donte që Shqipëria të kishte një zë në arenën ndërkombëtare, jo vetëm si një vend i vogël që kërkon ndihmë, por si një vend që kontribuon në zgjidhjen e problemeve rajonale dhe globale. Por tani, kjo mundësi i ishte marrë. Dhe ai filloi të pyeste veten, a vlen të vazhdojë në politikë? Ose duhej të kthehet në botën akademike, në gazetari, në diplomaci jo qeveritare, ku ai mund të kishte më shumë ndikim pa pasur pushtet formal? Miqtë e Markos tregojnë se pas atij votimi, ai ndryshoi. Jo në mënyrë dramatike, por në mënyrë të dukshme. Ai u bë më i heshtur, më i tërhequr, më skeptik. Ai vazhdoi të punonte si deputet, vazhdoi të mbante fjalime në parlament, vazhdoi të shkruante artikuj për integrimin evropian. Por diçka kishte ndryshuar. Ai nuk kishte më atë entuziazëm të hershëm, atë besim naiv se gjërat mund të ndryshonin shpejt. Ai kishte kuptuar se ndryshimi në Shqipëri do të ishte shumë më i ngadalë se sa ai kishte shpresuar, se do të kërkonte jo vite por dekada, se do të kërkonte jo vetëm politikan të mirë por edhe një kulturë politike të re. Dhe ai nuk ishte i sigurt nëse ai do të jetonte aq gjatë sa të shihte këtë ndryshim. Në vitet që pasuan, Marko mbajti edhe pozicione të tjera në qeveri, ministër i koordinimit të qeverisë, zëvendësministër i mbrojtjes. Ishin pozicione të rëndësishme, por asnjëra nuk i dha atij mundësinë që ai kishte shpresuar. Ai vazhdoi të punonte me përkushtim, të shkruante raporte, të merrte pjesë në takime, të përfaqësonte Shqipërinë në forume ndërkombëtare. Por ai e dinte se nuk po arrinte atë që kishte dashur të arrinte. Ai e dinte se Shqipëria ende ishte larg Evropës, se reformat po ecnin ngadalë, se korrupsioni ende ishte i përhapur, se drejtësia ende nuk funksiononte. Dhe ai e dinte se koha e tij po mbaronte. Kolegët e Markos në parlament tregojnë se ai shpesh fliste për gjeneratën e ardhshme. Ai thoshte se puna e tij nuk ishte të shite Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ai e dinte se kjo nuk do të ndodhte gjatë karrierës së tij. Puna e tij ishte të përgatiste terrenin, të ndërtonte institucione, të trajnonte njerëz, të krijonte një kulturë politike që do të bënte të mundur integrimin në të ardhmen. Ai thoshte se politika është si të mbjellësh pemë, ti nuk do të hash frytet, por fëmijët e tu do ta bëjnë. Ishte një filozofi e bukur, por edhe e trishtuar, sepse nënkuptonte se ai nuk do të shihte kurrë realizimin e ëndrrës së tij. Në vitin 2020, kur pandemia e Covidit goditi Shqipërinë, Marko ishte tashmë i tërhequr nga politika aktive.
Ai kishte kaluar në moshën kur shumë politikanë shkruajnë kujtime, japin intervista, reflektojnë mbi karrierën e tyre. Por Marko nuk e bëri kurrë këtë. Ai mbeti i heshtur, i tërhequr, i fokusuar në punën e tij akademike dhe në projektet e tij private. Kur ai u infektua me Covid, familja e tij nuk e bëri publike menjëherë. Ata shpresonin se ai do të shërohej, se ai do të mbijetonte, se ai do të kishte ende kohë për të shkruar, për të folur, për të treguar historinë e tij. Por ai nuk mbijetoi. Dhe me vdekjen e tij, Shqipëria humbi një nga zërat më të sinqertë dhe më të ndershëm që kishte pasur ndonjëherë në politikë. Pas vdekjes së Markos, shumë njerëz shkruan nekrologje, artikuj përkujtimore, mesazhe në rrjete sociale. Ata flisnin për inteligjencën e tij, për integritetin e tij, për vizionin e tij evropian. Por pak prej tyre flisnin për atë që Marko kishte humbur, për ëndrat që nuk u realizuan, për reformat që nuk u bën, për Shqipërinë që ai kishte imagjinuar por që nuk erdhi kurrë. Dhe pak prej tyre pyesnin pyetjen më të rëndësishme: çfarë do të ishte Shqipëria sot nëse njerëz si Marko Bello do të kishin pasur më shumë pushtet, më shumë mbështetje, më shumë kohë? A do të ishte ajo më afër Evropës? Ose historia e saj do të ishte e njëjtë, pavarësisht nga individët? Me një javë përpara vdekjes së tij, Marko kishte një takim sekret që nuk u shfaq në asnjë protokoll zyrtar. Një emisar i huaj u ul në shtëpinë e tij, kaloi një orë në bisedë private dhe u largua pa folur me askën tjetër. Dëshmitarët thonë se pas asaj bisede, Marko doli nga dhoma i zbehtë dhe i heshtur. Çfarë ju tha atë natë? I ofruan atij mundësinë për të shkruar kujtimet e tij, për të treguar të vërtetën për politikën shqiptare? Ose i thanë diçka që e bëri të kuptonte se puna e tij kishte qenë e kotë? Kush ishte ai njeri, një diplomat perëndimor, një ish koleg nga Rumania, apo dikush shumë më i fuqishëm që erdhi për të mbyllur një kapitull të vjetër? Familja e Markos nuk ka folur kurrë publikisht për këtë takim. Ata kanë refuzuar të japin detaje, të konfirmojnë ose të mohojnë ekzistencën e tij. Por fqinjet e Markos e mbajnë mend atë natë. Ata mbajnë mend një makinë me targa diplomatike që erdhi vonë, një burr me kostum të zi që hyri në shtëpi dhe zërin e Markos që dëgjohej duke folur në një gjuhë të huaj, jo anglisht, jo italisht, por rumunisht. Pse rumunisht? Çfarë lidhje kishte ky vizitor me Rumaninë, vendi ku Marko kishte kaluar vitet më të rëndësishme të karrierës së tij? Dhe çfarë diskutuan ata që e bëri Markon kaq të shqetësuar? Një teori që qarkullon në qarqet diplomatike është se vizitori ishte një ish koleg i Markos nga vitet 90, dikush që kishte punuar me të në Bukuresht dhe që tani kishte një pozicion të lartë në një organizatë ndërkombëtare. Sipas kësaj teorie, ky person erdhi për t'i thënë Markos se dokumentet që ai kishte fshirë në dhjetor të vitit 1990 nuk ishin fshirë plotësisht. Se kopjet të tyre ekzistonin ende në arkiva sekrete dhe se dikush po përpiqej t'i publikonte. Dhe se Marko duhej të vendoste, të lejonte publikimin dhe të rrezikonte reputacionin e tij, ose të luftonte kundër publikimit dhe të rrezikonte të dukej sikur kishte diçka për të fshehur. Ishte një zgjedhje e pamundur dhe Marko e dinte. Por çfarë ishin këto dokumente? Çfarë fshinin ato që ishte aq e rëndësishme? Sipas burimeve që kanë folur me kushte anonimiteti, dokumentet ishin letra që Marko kishte shkëmbyer me intelektual rumun në vitet para rënies së komunizmit. Në këto letra, ata diskutonin jo vetëm politik, por edhe strategji për tranzicionin demokratik. Ata diskutonin se si të shmangej kaosi, se si të ndërtoheshin institucione, se si të menaxhohej procesi i ilustracionit, pastrimi i aparatit shtetëror nga elementet e vjetër komunist. Dhe në disa prej këtyre letrave, Marko kishte shkruar emra të njerëzve që ai mendonte se duhej të largoheshin nga pozicionet e tyre, emra të njerëzve që ai mendonte se ishin të rrezikshëm për demokracinë e re. Disa nga këta njerëz ishin ende të gjallë në vitin 2020, disa prej tyre ishin ende në pozicione të fuqishme. Dhe nëse këto letra do të publikoheshin, ata do të kishin arsye të forta për të dëmtuar reputacionin e Markos. Marko e dinte se ai kishte bërë një gabim duke shkruar ato letra. Jo sepse ajo që ai kishte shkruar ishte e gabuar, por sepse ai kishte qenë shumë i sinqert, shumë i drejtpërdrejt, shumë naiv në besimin e tij se këto letra do të mbeteshin private. Ai kishte shkruar ato në një kohë kur ai besonte se e ardhmja do të ishte e ndritshme, se njerëzit e mirë do të fitonin, se e vërteta do të triumfonte. Por tani, 30 vjet më vonë, ai e dinte se bota nuk funksiononte kështu.
Ai e dinte se e vërteta shpesh humbiste, se njerëzit e mirë shpesh dështonin, se e ardhmja shpesh ishte më e errët se e kaluara. Dhe ai e dinte se nëse ato letra do të publikoheshin, ato do të interpretohen jo si një akt idealizmi, por si një akt arrogance, si prova se Marco Bello kishte menduar se ai e dinte më mirë se të tjerët, se ai kishte të drejtën të gjykonte se kush meritonte të ishte në pushtet dhe kush jo. Pas atij takimi, Marco u bë edhe më i tërhequr. Ai nuk doli më nga shtëpia, nuk mori më telefona, nuk u përgjigj më emaileve. Familja e tij mendoi se ai thjesht po kalonte një periudhë të vështirë, se ai po luftonte me depresionin që shpesh vjen me moshën dhe me izolimin e pandemisë. Por miqtë e tij të afërt e dinin se kishte diçka më shumë. Ata e dinin se Marco po luftonte me një pyetje që nuk kishte përgjigje të lehtë, a duhej të mbante heshtjen dhe të lejonte që historia të shkruhej nga të tjerët? Ose a duhej të fliste dhe të rrezikonte të shkatëronte atë që kishte ndërtuar gjatë gjithë jetës së tij? Në ditët e fundit të jetës së tij, Marco i tha bashkëshortes së tij diçka që ajo nuk e ka harruar kurrë: "Unë kam jetuar duke besuar se e vërteta është më e fortë se gënjeshtra. Por tani nuk jam më i sigurt." Ishte një pohim i trishtuar nga një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke luftuar për transparencë, për ndershmëri, për integritet. Por ishte gjithashtu një pohim i sinqert, sepse Marco nuk ishte kurrë njeri që gënjente, as vetes së tij. Ai e dinte se bota ishte më komplekse se sa ai kishte menduar kur ishte i ri, se e vërteta shpesh ishte e dhimbshme, se ndershmëria shpesh kushtonte shumë. Dhe ai e dinte se zgjedhja që ai kishte bërë, të jetonte sipas parimeve të tij, pavarësisht kostos, kishte qenë një zgjedhje e vështirë, por e drejtë. Kur Marco vdiq nga Covidi, shumë njerëz thanë se ishte një tragjedi që ai vdiq kaq herët, se ai kishte ende shumë për të dhënë, se ai kishte ende shumë për të thënë. Por të tjerët thanë se ndoshta ishte më mirë kështu, se ndoshta ishte më mirë që ai të vdiste para se ato letra të publikoheshin, para se reputacioni i tij të dëmtohej, para se historia e tij të komplikohej. Ishte një mendim cinik, por edhe realist, sepse në politikën shqiptare, reputacionet shkatërohen shpejt dhe kujtesa është e shkurtër. Dhe ndoshta Marco, duke vdekur kur vdiq, arriti të ruante diçka që ishte më e rëndësishme se jeta e tij, idenë se politika mund të jetë e ndershme, se politikanët mund të jenë idealiste, se Shqipëria mund të jetë evropiane. Ishte një ide e bukur, edhe nëse ishte një iluzion. Sot, më shumë se 4 vjet pas vdekjes së Marcos, Shqipëria ende nuk është në Bashkimin Evropian. Reformat ende po ecin ngadalë, korrupsioni ende është i përhapur, drejtësia ende nuk funksionon siç duhet. Dhe shumë njerëz pyesin, a kishte të drejtë Marco Bello kur besonte se Shqipëria mund të bëhej evropiane? Ose ishte ai thjesht një idealist që nuk e kuptoi kurrë realitetin e vendit të tij? Përgjigja, ndoshta, është se të dyja janë të vërteta. Marco kishte të drejtë që Shqipëria mund të bëhej evropiane, por ai nuk e kuptoi se kjo do të kërkonte më shumë kohë, më shumë sakrificë, më shumë dhimbje se sa ai kishte imagjinuar. Ai nuk e kuptoi se ndryshimi nuk vjen nga individët, por nga gjeneratat, se një vend nuk transformohet në një dekadë, por në një shekull. Dhe ai nuk e kuptoi se ëndra e tij, edhe nëse nuk u realizua gjatë jetës së tij, ende jeton në mendjet e atyre që erdhën pas tij. Historia e Marco Bellos është historia e një njeriu që besoi në diçka më të madhe se vetja e tij. Ai besoi se Shqipëria mund të ishte më shumë se një vend i vogël ballkanik me probleme të mëdha. Ai besoi se ajo mund të ishte një vend evropian, me institucione që funksionojnë, me politikanë që shërbejnë popullin, me qytetarë që besojnë në shtetin e tyre. Ai besoi se kjo mund të ndodhte jo në një të ardhme të largët, por në jetën e tij, nëse njerëzit e mirë punonin së bashku, nëse reformat bëheshin me vendosmëri, nëse e vërteta triumfonte mbi gënjeshtrën. Por ai gaboi. Jo sepse ëndra e tij ishte e gabuar, por sepse ai nënvlerësoi sa e vështirë ishte ta realizonte atë. Ai nënvlerësoi forcën e inercionit, fuqinë e interesave të vjetra, thellësinë e kulturës politike që ai donte të ndryshonte. Dhe ai pagoi çmimin e këtij gabimi me zhgënjimin, me izolimin, me heshtjen. Por ndoshta gabimi më i madh i Marcos nuk ishte se ai besoi shumë, por se ai nuk besoi mjaftueshëm në të tjerët. Ai mendoi se ai duhej të bënte gjithçka vetë, se ai duhej të ishte shembulli, se ai duhej të tregonte rrugën. Por ai nuk e kuptoi se ndryshimi nuk vjen nga heronjt individual, por nga lëvizjet kolektive, se një njeri, sado i zgjuar dhe i ndershëm, nuk mund të transformojë një vend. Ai nuk e kuptoi se puna e tij nuk ishte të ndryshonte Shqipërinë, por të frymëzonte të tjerët për ta bërë këtë. Dhe ndoshta, në këtë kuptim, ai arriti më shumë se sa ai mendoi.
Sepse sot, ka njerëz të rinj në Shqipëri që e mbajnë mend Marco Bellon, që lexojnë artikujt e tij, që studiojnë karrierën e tij, që përpiqen të ndjekin shembullin e tij. Dhe ndoshta, një ditë, këta njerëz do të arrijnë atë që Marco nuk arriti. Ndoshta ata do ta shohin Shqipërinë në Bashkimin Evropian, do ta shohin vendin e tyre të transformuar, do ta shohin ëndrrën e Marcos të realizuar. Dhe kur ajo ditë të vi, ata do të kujtojnë njeriun që besoi në të para se të ishte e mundur, njeriun që luftoi për të kur askush tjetër nuk e bëri, njeriun që pagoi çmimin e idealizmit me jetën e tij. A ishte Marco Bello një hero ose një idealist naiv? A ishte ai një vizionar ose një njeri që nuk e kuptoi kur vendin e tij? A ishte ëndra e tij evropiane një objektiv i arritshëm ose një iluzion i bukur? Këto janë pyetje që Shqipëria ende po përpiqet t'u përgjigjet. Dhe ndoshta, përgjigja nuk është as po, as jo, por diçka në mes, një njohje se ndryshimi është i mundur, por i vështirë, se idealizmi është i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm, se ëndrat janë të bukura, por realiteti është kompleks. Marco Bello jetoi dhe vdiq duke besuar në këtë ëndër. Dhe edhe nëse ai nuk e pa kur të realizuar, ai la pas një trashëgimi që ende frymëzon, ende sfidon, ende pyet, çfarë lloj vendi duam të jemi? Dhe a jemi gati të paguajmë çmimin për të arritur atë? Deri në çastin e fundit besova se do të shpëtonim, thot një ish oficer i lartë i Ministrisë së Jashtme shqiptare, duart ende duke i rrahur pas 35 vitesh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të diplomacisë shqiptare flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Zbulimi i tyre do të ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për vitet e fundit të karrierës së Marco Bellos. Ata do të tregojnë për takimet sekrete në ambasadat të huaja, për dosjet që nuk duhej të ekzistonin kurrë, për planet që Marco kishte për të transformuar jo vetëm politikën shqiptare, por edhe perceptimin që Evropa kishte për Shqipërinë. Por më e rëndësishmja, ata do të tregojnë për momentin kur Marco kuptoi se gjithçka kishte mbaruar, kur ai pa se ëndra e tij evropiane po i rrëshiste nga duart, kur ai kuptoi se njerëzit që ai kishte besuar më shumë po e tradhtuan në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Ish oficeri i parë, i cili punoi drejt për drejt me Marcon në Ministrinë e Integrimit Evropian, na tregon për një takim që ndodhi në fund të vitit 2005. Ishte një darkë private në rezidencën e një ambasadori perëndimor në Tiranë, një nga ato mbrëmje ku protokolli zyrtar lihej mënjan dhe diplomatët flisnin hapur. Marco ishte i ftuar si ministër, por gjatë darkës, ambasadori e tërhoqi në një dhomë të veçantë dhe i tha diçka që e la të shokuar. Ambasadori i tregoi se qeveria e tij kishte marrë raporte nga shërbimet e inteligjencës që tregonin se disa nga kolegët më të afërt të Marcos në qeveri po punonin aktivisht për të sabotuar procesin e integrimit evropian. Jo sepse ata ishin kundër Evropës në parim, por sepse ata kishin interes që procesi të zgjatej sa më shumë, që reformat të bëheshin ngadalë, që statusi i kandidatit të mos arrijej kurrë plotësisht. Pse? Sepse pasiguria, varësia nga ndihma e huaj, mungesa e mbikëqyrjes evropiane u jepte atyre hapësirë për të vazhduar me praktikat e vjetra, me korrupsionin, me nepotizmin, me të gjitha ato gjëra që integrimi i vërtet evropian do t'i bënte të pamundura. Marco nuk e besoi menjëherë. Ai mendoi se ishte një keqkuptim, një interpretim i gabuar i raporteve të inteligjencës, ndoshta edhe një përpjekje për të krijuar përçarje brenda qeverisë shqiptare. Por ambasadori insistoi. Ai i tregoi Marcos emra, data, takime specifike ku këta zyrtar kishin folur me përfaqësues të vendeve të tjera, duke u thënë atyre se Shqipëria nuk ishte gati për Evropën, se reformat po shkojnë shumë shpejt, se duhej ngadalësuar procesi. Dhe më e keqja, disa nga këta zyrtar ishin njerëz që Marco i konsideronte miq, njerëz me të cilët ai kishte punuar për vite, njerëz që ai kishte besuar plotësisht. Kur Marco doli nga ajo dhomë, fytyra e tij ishte e bardhë si gëlqerja. Ish oficeri që na tregon këtë histori thotë se ai e pa Marcon atë natë dhe kuptoi menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Marco nuk ishte më i njëjti njeri. Ai kishte humbur diçka thelbësore atë natë, diçka që nuk do ta rikthente kurrë, besimin e tij në njerëzit me të cilët punonte. Në javët që pasuan, Marco filloi të hetonte në heshtje. Ai nuk i tha askujt tjetër për atë që kishte mësuar, por ai filloi të vëzhgonte më me kujdes, të dëgjonte më me vëmendje, të lexonte më kritikisht raportet që i vinin në tavolinë. Dhe sa më shumë vëzhgonte, aq më shumë shihte modele që konfirmonin atë që ambasadori i kishte thënë.
Ai shihte se si disa reforma që ai kishte propozuar ngecnin në mënyrë të çuditshme në parlament, se si disa ligje që ishin miratuar nuk zbatoheshin kurrë, se si disa institucione që ishin krijuar nuk funksionin kurrë siç duhej. Dhe ai filloi të kuptonte se kjo nuk ishte thjesht paftësi ose inercë burokratike, por diçka më e organizuar, më e qëllimshme. Kishte njerëz që po punonin aktivisht për të siguruar që Shqipëria të mbetej në një gjendje të përhershme tranzicioni, as plotësisht në Evropë, as plotësisht jashtë saj, por në një zonë gri ku ata mund të vazhdonin të përfitonin nga pasiguria dhe mungesa e llogaridhënies. Por çfarë mund të bënte Marko? Nëse ai do të fliste hapur, nëse ai do të akuzonte kolegët e tij publikisht, ai do të krijonte një skandal që do të dëmtonte jo vetëm qeverinë, por edhe procesin e integrimit evropian. Evropianët do të shihnin një qeveri të përçarë, të paftë për të punuar së bashku, dhe ata do të nguronin edhe më shumë për të mbështetur Shqipërinë. Nëse ai do të jepte dorëheqjen në shenjë proteste, ai do të humbte çdo ndikim që kishte, dhe njerëzit që ai po përpiqej të luftonte do të fitonin edhe më shumë pushtet. Nëse ai do të qëndronte dhe do të vazhdonte të punonte, ai do të ishte bashkëpunëtor në një mashtrim që po tradhtonte ëndrat e një gjenerimi të tërë shqiptarësh. Ishte një situatë pa zgjidhje dhe Marko e dinte. Ai kishte rënë në një grack që nuk kishte dalje dhe çdo lëvizje që ai bënte do ta thellonte atë edhe më shumë. Ish oficeri i dytë që flet me ne tregon për një takim tjetër, këtë herë në vitin 2007, kur Marko ishte ministër i koordinimit të qeverisë. Ishte një pozicion që në teori jepte atij mbikëqyrje mbi të gjitha ministritë e tjera, por në praktik ishte një pozicion pa fuqi reale, sepse çdo ministër raportonte drejt për drejt te kryeministri, jo te Marko. Marko e dinte këtë, por ai pranoi pozicionin sepse shpresonte se mund të përdorte autoritetin moral të tij, reputacionin e tij ndërkombëtar, për të shtyrë reformat përpara. Por ajo që ai zbuloi në atë pozicion e la edhe më të zgënjur. Ai zbuloi se shumë nga projektet që qeveria i paraqiste si reforma evropiane ishin në të vërtetë vetëm ndryshime kozmetike, ndryshime që dukeshin mirë në letër por që nuk ndryshonin asgjë në praktikë. Ligje miratohen, por nuk financohen. Institucione krijohen, por nuk stafosen. Procedura ndryshojnë, por kultura mbetet e njëjtë. Një shembull që ish oficeri na jep është reforma në sistemin gjyqësor. Në letër, Shqipëria kishte miratuar një sër ligjesh që duhej ta bënin drejtësinë më të pavarur, më transparente, më efikase. Por në praktik, gjyqtarët ende emëroheshin bazuar në lidhje politike, proceset gjyqësore ende zgjatën vite, vendime gjyqësore ende mund të blihen. Marko e dinte këtë, sepse ai kishte qasje në raporte konfidenciale nga organizata ndërkombëtare që monitoronin sistemin gjyqësor shqiptar. Dhe ai e dinte se këto raporte nuk ishin pozitive, se ato tregonin se Shqipëria nuk po bënte përparim real, se ajo po luante një lojë ku ajo pretendonte se po reformohej, por në të vërtetë po mbante gjithçka siç ishte. Dhe kur ai përpiqej të ngrejë këto çështje në mbledhjet e qeverisë, ai takonte rezistencë, shmangje, premtime të zbrazta. Kolegët e tij i thoshin se ai ishte shumë i rrept, shumë perfeksionist, se ai nuk e kuptonte realitetin politik, se reformat nuk mund të bëheshin brenda natës. Por Marko e dinte se kjo nuk ishte çështje kohe, por çështje vullneti. Dhe vullneti nuk ekzistonte. Në atë periudhë, Marko filloi të mbajë një ditar personal ku ai shkruante mendimet e tij, frustrimet e tij, vëzhgimet e tij. Ai nuk e bëri këtë me qëllimin e publikimit, por thjesht si një mënyrë për të ruajtur shëndetin mendor, për të pasur një hapësirë ku ai mund të ishte plotësisht i sinqert pa pasur frikë se do të keqkuptohet ose do të tradhtohet. Në këtë ditar, ai shkruante për ndjenjën e izolimit që ai ndjente në qeveri, për ndjenjën se ai po luftonte një betejë të humbur, për pyetjet që ai i bënte vetes çdo ditë, a vlen të vazhdoj? A ka kuptim të qëndrosh në një pozicion ku ti nuk mund të bësh asgjë reale? A është më mirë të jesh brenda dhe të përpiqesh të ndryshosh gjërat nga brenda, edhe nëse shanset janë minimale, ose të jesh jashtë dhe të kritikosh nga distanca, edhe nëse kjo do të thotë të humbasësh çdo ndikim? Një hyrje në ditar nga viti 2008 është veçanërisht e dhimbshme. Marko shkruan, sot pata një takim me një grup të rinj që studiojnë në Fakultetin e Shkencave Politike. Ata më pyetën nëse ja vlen të hyjnë në politikë, nëse ka shpresë për ndryshim, nëse Shqipëria do të bëhet ndonjëherë një vend normal. Unë u përgjigja me optimizëm, u thash se po, se ndryshimi është i mundur, se gjenerata e tyre do ta shohë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Por kur u largova nga ajo sallë, ndjeva një peshë të madhe në zemër. Sepse unë nuk besoja në atë që u thash.
Unë u gënjeva atyre të rinjve. Unë u dhash shpresë të reme. Dhe nuk e di nëse mund të jetoj me këtë gënjeshtër. Kjo hyrje tregon thellësinë e krizës ekzistenciale që Marko po kalonte. Ai nuk po luftonte vetëm me një sistem politik të korruptuar, por edhe me veten e tij, me besimin e tij, me identitetin e tij si njeri që gjithmonë kishte thënë të vërtetën. Por historia e Markos nuk është vetëm një histori trishtimi dhe dështimi. Është gjithashtu një histori guximi dhe qëndrueshmërie. Sepse pavarësisht të gjitha shgënjimeve, pavarësisht të gjitha tradhtive, pavarësisht të gjitha krizave, Marko nuk u dorëzua kurrë plotësisht. Ai vazhdoi të shkruante artikuj, të mbante fjalime, të takohej me të rinjt, të promovonte vlerat evropiane. Ai vazhdoi të besonte, edhe kur besimi i tij ishte i thyer, edhe kur shpresa e tij ishte e dobët, edhe kur ai e dinte se ndoshta nuk do ta shihte kurrë realizimin e ëndrrës së tij. Dhe kjo, ndoshta, është trashëgimia më e madhe e Markos, jo ajo që ai arriti, por ajo që ai vazhdoi të përpiqej të arrinte, edhe kur gjithçka dukej e pamundur. A mund të mësojmë diçka nga kjo qëndrueshmëri? A mund të gjejmë forcë në shembullin e tij, edhe kur ne vetë po përballemi me shgënjime dhe dështime? A mund të vazhdojmë të besojmë në ndryshim, edhe kur realiteti na tregon se ndryshimi është shumë më i vështirë se sa ne kishim imagjinuar? Pak njerëz e dinë se shoku suprem, ateist i bindur në publik, dridhej para mallkimeve dhe parashikimeve. Në arkivat personale të familjes së Marko Bellos u gjet një shënim për një vizitë sekrete të një parashikuese nga malet e Shqipërisë së Veriut, vetëm një vit përpara se ai të largohej nga politika aktive. Çfarë i tha ajo grua? Pse Marko filloi papritur të ndryshojë mënyrën se si zgjidhte bashkëpunëtorët e tij pas asaj vizite? Sot zbulojmë fytyrën mistike dhe paranoike të një njeriu që gjithmonë ishte paraqitur si racionalisti perfekt, intelektuali që besonte vetëm në arsye dhe në fakte. Por çfarë ndodh kur edhe racionalisti më i fortë fillon të dyshojë në forcat që nuk mund t'i shpjegojë? Çfarë ndodh kur një njeri që ka kaluar jetën duke luftuar kundër bestytnive fillon të shohë shenja që ai nuk mund t'i injorojë? Historia e kësaj vizite na vjen nga një burim i papritur, shoferja personale e Markos, një grua e moshuar që punoi për të për më shumë se 10 vjet. Ajo tregon se në vjeshtën e vitit 2019, Marko e thiri në një mëngjes dhe i tha se donte të bënte një udhëtim privat, pa u thënë as kujt, as familjes, as kolegëve. Ata nisën nga Tirana në mëngjes të hershëm dhe udhëtuan drejt Veriut, drejt një fshati të vogël në malësi të madhe. Rruga ishte e vështirë, malet ishin të larta dhe të shkreta, dhe shoferja pyeste veten se çfarë po kërkonte Marko në një vend kaq të largët dhe të izoluar. Kur arritën në fshat, Marko i tha asaj të priste në makinë dhe ai hyri në një shtëpi të vjetër guri, një shtëpi që dukej sikur kishte qenë atje për shekuj. Brenda asaj shtëpie jetonte një grua që fshati e njihte si shikuesen, një grua që thuaj se kishte aftësi për të parë të ardhmen, për të lexuar shenjat, për të kuptuar gjërat që të tjerët nuk i kuptonin. Marko qëndroi brenda për më shumë se 2 orë dhe kur doli, fytyra e tij ishte e ndryshuar. Shoferja thot se ai duke i turbulluar, i shqetësuar, sikur kishte dëgjuar diçka që e kishte tronditur thellë. Gjatë gjithë rrugës së kthimit, ai nuk foli asnjë fjalë. Ai vetëm shikonte nga dritarja, i humbur në mendimet e tij, dhe shoferja nuk guxoi ta pyeste se çfarë kishte ndodhur. Por ajo e mbajti mend atë ditë, sepse pas asaj dite, Marko ndryshoi. Ai u bë më i kujdesshëm, më i dyshimt, më i mbyllur. Ai filloi të kontrollonte kush ishte rreth tij, të pyeste më shumë pyetje, të besonte më pak njerëzit që më parë i kishte besuar plotësisht. Çfarë i tha shikuesja Markos? Familja e tij nuk ka folur kurrë për këtë, dhe vetë Marko nuk e përmendi kurrë publikisht. Por ka një teori që qarkullon në qarqet e atyre që e njihnin mirë. Sipas kësaj teorie, shikuesja i tha Markos se ai ishte i rrethuar nga njerëz që po e tradhtuan, se kishte dikush shumë afër tij që po punonte kundër tij, se ai duhej të ishte i kujdesshëm sepse fati i tij po ndryshonte. Ajo i tha se ai kishte bërë shumë armiq me ndershmërinë e tij, se kishte njerëz që donin ta shihnin atë të dështoj, se ai duhej të mbronte veten sepse sulmi do të vinte nga një drejtim që ai nuk e priste. Dhe ajo i tha diçka tjetër, diçka që e trondit Markon edhe më shumë, se puna e tij nuk do të përfundonte siç ai kishte shpresuar, se ëndra e tij do të mbetej e paralizuar, se ai do të largohej nga kjo botë pa parë atë që kishte luftuar për të gjithë jetën. Nëse kjo teori është e vërtetë, atëherë vizita e Markos të shikuesja nuk ishte një akt bestytnish, por një akt dëshpërimi.
Ai nuk shkoi atje sepse ai besonte në magjinë ose në parashikime, por sepse ai kishte nevojë për përgjigje që ai nuk po i gjente askund tjetër. Ai kishte nevojë të kuptonte pse gjithçka po shkonte keq, pse njerëzit që ai kishte besuar po e tradhtuan, pse ëndra e tij po shkatërrohej. Dhe ndoshta, në atë shtëpi të vjetër guri në malet e Shqipërisë së Veriut, ai gjeti jo përgjigje, por konfirmim të frikërave të tij më të thella. Ai gjeti dikë që i tha atë që ai tashmë e dinte në zemrën e tij, por që nuk kishte guxuar ta pranonte, se ai kishte humbur, se lufta e tij ishte e kotë, se historia nuk do ta kujtonte atë si një hero, por si një idealist naiv që nuk e kuptoi kurrë se si funksiononte bota reale. Pas asaj vizite, Marko filloi të mbajë një listë të njerëzve që ai i konsideronte të besueshëm. Ishte një listë e shkurtër, vetëm 5 ose 6 emra, dhe ai e përditësonte atë rregullisht. Çdo herë që dikush e zhgënjente, emri i tij hiqej nga lista. Çdo herë që dikush tregonte besnikëri, emri i tij shtohej. Ishte një mënyrë për të kontrolluar paranojën e tij, për të ruajtur një ndjenjë sigurie në një botë që po bëhej gjithnjë e më e pasigurt. Por ishte gjithashtu një shenjë se Marko po humbte atë që kishte qenë më e vlefshme për të, aftësinë për të besuar, për të qenë i hapur, për të parë të mirën në njerëzit. Ai po bëhej ajo që ai kishte luftuar gjithmonë kundër, një njeri i mbyllur, i dyshimt, i izoluar nga bota. Miqtë e Markos që e panë në atë periudhë tregojnë se ai filloi të fliste për gjëra që më parë nuk i kishte përmendur kurrë. Ai filloi të fliste për shenja, për përputhje të çuditshme, për ngjarje që dukeshin të lidhura edhe pse logjikisht nuk kishin lidhje. Ai filloi të shohë modele kudo, të interpretonte çdo dështim si pjesë e një komploti më të madh, të besonte se kishte forca që po punonin kundër tij që ai nuk mund t'i shihte por që mund t'i ndjente. Ishte një transformim i dhimbshëm për t'u parë, sepse Marko kishte qenë gjithmonë shembulli i racionalitetit, i qartësisë mendore, i aftësisë për të analizuar situatat pa u lënë të ndikohej nga emocionet. Por tani, ai po humbte këtë aftësi. Ai po bëhej viktimë e paranojës së tij, e frikërave të tij, e zhgënjimeve të tij. Por ndoshta kjo paranojë nuk ishte plotësisht e pabazuar. Ndoshta Marko kishte të drejtë të ishte i dyshimt, sepse ai vërtet ishte i rrethuar nga njerëz që nuk donin të mirën e tij. Ai vërtet kishte armiq që po punonin kundër tij, që po përpiqeshin ta izolonin, ta dobësonin, ta bënin të dështojë. Dhe ndoshta vizita e tij te shikuesja nuk ishte një akt bestytnish, por një akt vetëm mbrojtjeje, një përpjekje për të gjetur mënyra për të mbijetuar në një mjedis që po bëhej gjithnjë e më armiqësor. Ndoshta ajo që ne e shohim si paranojë ishte në të vërtetë vetdije, një kuptim i thellë se bota nuk ishte ajo që dukej, se njerëzit nuk ishin ajo që pretendonin të ishin, se lufta që ai po luftonte nuk ishte vetëm politike, por edhe personale, ekzistenciale, shpirtërore. Në vitet që pasuan, Marko u bë gjithnjë e më i tërhequr. Ai nuk merrte më pjesë në ngjarje publike, nuk jepte më intervista, nuk shkruante më artikuj. Ai u fokusua në punën e tij akademike, në projektet e tij private, në familjen e tij. Ai u përpoq të gjejë paqe në gjërat e vogla, në momentet e qeta, në kujtimet e kohëve më të mira. Por ai nuk e gjeti kurrë plotësisht atë paqe. Ai mbeti gjithmonë i shqetësuar, gjithmonë i dyshimt, gjithmonë i vetëdijshëm se diçka kishte shkuar keq, se diçka kishte humbur, se ëndra e tij kishte vdekur para se ai të vdiste. Dhe kur ai vdiq nga Covidi në vitin 2020, shumë njerëz thanë se ishte një tragjedi. Por të tjerët thanë se ndoshta ishte një çlirim, një fund i një vuajtjeje të gjatë, një pushim i merituar për një njeri që kishte luftuar shumë dhe kishte humbur shumë. A ishte vdekja e Markos një tragjedi ose një çlirim? A ishte jeta e tij një sukses ose një dështim? A ishte ëndra e tij evropiane një vizion ose një iluzion? Këto janë pyetje që ne ende po përpiqemi t'u përgjigjemi, dhe ndoshta përgjigja varet nga se si ne zgjedhim ta kujtojmë atë. Imagjinoni një valixhe të zezë, plot me shënime të kodifikuara dhe dokumente diplomatike, e ngarkuar me nxitim në një makinë sekrete në natën e 21 dhjetor të vitit 2019. Shoferja e asaj makine jeton ende dhe sot pohon se ngarkesa arriti në një vend të sigurt jashtë Shqipërisë. Por në aktet zyrtare, këto dokumente nuk ekzistojnë. Sa dosje sekrete zhdukën nga arkivat e Ministrisë së Jashtme në atë natë? Dhe kush mban sot kodet e dokumenteve që Marko Bello kishte mbledhur gjatë gjithë karrierës së tij? Çfarë fshehin ato dosje që dikush donte t'i shkatëronte me çdo kusht? Dhe pse, 5 vjet pas vdekjes së Markos, familja e tij ende refuzon të flasë për këtë ngjarje? Historia e valixhes së zezë është një nga misteret më të mëdha të karrierës së Marko Bellos.
Sipas burimeve që kanë folur me kushte anonimiteti, Marko kishte filluar të mbledhë dokumente sekrete që nga vitet e hershme të karrierës së tij diplomatike. Nuk ishin dokumente zyrtare që ai kishte vjedhur, por kopje të korrespondencave, shënime nga takime, raporte që ai kishte shkruar por që nuk ishin pranuar nga eprorët e tij, analiza që ai kishte bërë por që nuk ishin publikuar kurrë. Ishte një arkiv personal që dokumentonte jo vetëm karrierën e tij, por edhe historinë e politikës së jashtme shqiptare në 3 dekada, nga rënia e komunizmit deri në përpjekjet për integrim evropian. Ishte një arkiv që, nëse do të publikohej, do të ndryshonte mënyrën se si ne e kuptojmë historinë e Shqipërisë moderne. Por pse Marko mbante këto dokumente? Sipas një ish kolegu të tij, Marko kishte një ide fikse. Ai besonte se një ditë, kur ai do të ishte i vjetër dhe i tërhequr nga politika, ai do të shkruante një libër. Jo një libër kujtimesh në kuptimin tradicional, por një analizë të thellë të procesit të tranzicionit demokratik në Shqipëri, një studim që do të shpjegonte pse Shqipëria kishte dështuar të arrinte atë që vendet të tjera postkomuniste kishin arritur, pse integrimi evropian kishte marrë kaq shumë kohë, pse reformat kishin qenë kaq të vështira. Ai donte të shkruante një libër që do të ishte i dobishëm për gjeneratat e ardhshme, që do t'u tregonte atyre se çfarë gabimesh të mos bënin, se çfarë kurthesh të shmangnin, se çfarë mësimesh të mësonin nga e kaluara. Dhe për të shkruar atë libër, ai kishte nevojë për dokumente, për prova, për fakte që nuk mund të mohoheshin. Por në fund të vitit 2019, Marko mori një vendim të papritur. Ai vendosi të shkatëronte një pjesë të madhe të arkivit të tij. Pse? Sipas shoferës që e transportoi valixhen e zezë, Marko i tha asaj se ai kishte marrë kërcënime. Dikush e kishte paralajmëruar se nëse ai nuk shkatëronte ato dokumente, ato do të viheshin në dorë të njerëzve që do t'i përdornin kundër tij, që do t'i keqinterpretonin, që do t'i përdornin për ta shkatëruar reputacionin e tij. Marko nuk i tha asaj se kush e kishte kërcënuar, por ajo kuptoi nga toni i zërit të tij se ai e merrte seriozisht kërcënimin. Ai e merrte aq seriozisht sa ishte gati të shkatëronte punën e një jete, arkivin që ai kishte ndërtuar me kaq kujdes, dokumentet që ai kishte planifikuar të përdorte për librin e tij. Por Marko nuk i shkatërroi të gjitha dokumentet. Ai mbajti një pjesën më të rëndësishme, dhe i vendosi në valixhen e zezë. Dhe në atë natë të dhjetorit, ai i tha shoferës së tij të ngarkonte valixhen në makinë dhe ta çonte në një vend të sigurt. Shoferja nuk e di se ku shkuan dokumentet, sepse Marko nuk ia tha. Ai vetëm i dha udhëzime për të ndaluar në një adresë specifike, për të dorëzuar valixhen te një person specifik dhe për të mos bërë pyetje. Shoferja e bëri atë që ju kërkua, dhe kur u kthye, Marko i tha vetëm, faleminderit. Tani ato janë të sigurta. Por të sigurta nga kush? Dhe të sigurta për çfarë qëllimi? A ishin ato dokumente një sigurim jete për Markon, një mënyrë për të mbrojtur veten nëse dikush do të përpiqej ta sulmonte? Ose ishin ato një trashëgimi që ai donte t'ia linte gjeneratave të ardhshme, një dëshmi e asaj që kishte ndodhur vërtet në kulisat të politikës shqiptare? Pas vdekjes së Markos, familja e tij u pyet shumë herë për valixhen e zezë. Gazetar, historian, ish koleg, të gjithë donin të dinin se çfarë kishte brenda, ku ishte tani, nëse do të publikohej ndonjëherë. Por familja refuzoi të flasë. Ata thanë se nuk dinin asgjë për asnjë valixhe, se Marko nuk u kishte lënë asnjë udhëzim për dokumente sekrete, se gjithçka që ai kishte lënë ishin letra personale dhe fotografi familjare. Por kjo mohim vetëm e thelloi misterin. Nëse valixhja nuk ekzistonte, pse familja ishte kaq mbrojtëse? Nëse dokumentet nuk ishin të rëndësishme, pse ata refuzonin të flisnin për to? Dhe nëse Marko nuk kishte lënë asnjë udhëzim, pse shoferja e tij mbante mend atë natë kaq qartë, kaq detajisht, kaq emocionalisht? Një teori që qarkullon në qarqet diplomatike është se valixha e zezë përmbante jo vetëm dokumente për Shqipërinë, por edhe dokumente për vende të tjera, për lider të tjerë, për ngjarje që kishin ndodhur në rajon gjatë viteve të tranzicionit. Marko, si ambasador në Bukuresht, kishte pasur qasje në informacione që shkojnë përtej Shqipërisë. Ai kishte folur me diplomat rumun, me zyrtar të shërbimeve sekrete, me gazetar investigativ që po hulumtonin korrupsionin dhe krimin e organizuar në Ballkan. Dhe ai kishte mësuar gjëra që nuk ishin për t'u thënë publikisht, gjëra që, nëse do të zbuloheshin, do të krijonin probleme jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vende të tjera, për organizata ndërkombëtare, për individ të fuqishëm që ende ishin në pozicione të larta.
Nëse kjo teori është e vërtet, atëherë valigjja e zezë nuk ishte vetëm një arkiv personal, por një armë politike, një mjet që mund të përdorej për të ndikuar në ngjarje, për të shantazhuar njerëz, për të ndryshuar ekuilibrat e fuqisë. Por a do ta kishte bërë Marko një gjë të tillë? A do të kishte ai përdorur informacionin që kishte mbledhur për qëllime politike? Ata që e njihnin mirë thonë se jo, se Marko nuk ishte ai lloj njeriu, se ai besonte në transparencë dhe në llogaridhënie, jo në shantazh dhe në manipulim. Por të tjerët thonë se ndoshta Marko kishte ndryshuar, se zhgënjimet e tij e kishin bërë më cinik, se ai kishte kuptuar se në politik, ndonjëherë duhet të luash me rregullat e kundërshtarëve të tu nëse do të mbijetosh. Dhe ndoshta valigjja e zezë ishte një kompromis, një mënyrë për Markon të mbante një shkallë kontrolli, një mënyrë për të siguruar se edhe nëse ai humbiste betejat e tij publike, ai do të kishte ende një kartë për të luajtur, një sekret për të mbajtur, një mënyrë për të mbrojtur veten dhe familjen e tij. Sot, 5 vjet pas vdekjes së Markos, valigjja e zezë ende nuk është gjetur. Ose më saktë, nuk është bërë publike. Ka njerëz që besojnë se ajo është shkatëruar, se personi që e mori atë natë e dogji ose e hodhi në det, duke ndjekur udhëzimet e Markos. Ka të tjerë që besojnë se ajo është ende diku, e fshehur në një arkiv privat, duke pritur momentin e duhur për t'u zbuluar. Dhe ka edhe të tjerë që besojnë se ajo është në duart e shërbimeve të inteligjencës, që e kanë marrë atë dhe e kanë klasifikuar si material të ndjeshëm që nuk mund të publikohet për arsye sigurie kombëtare. Cila nga këto teori është e vërtetë? Ne nuk e dim. Por ajo që e dim është se ekzistenca e valigjës së zezë, reale ose e imagjinuar, ka bërë që historia e Marko Bellos të jetë më komplekse, më intriguese, më e vështirë për t'u kuptuar. Ai nuk është më vetëm idealisti naiv që dështoi të ndryshojë Shqipërinë. Ai është gjithashtu një njeri me sekrete, me plane, me një anë të errët që ne nuk e kemi parë kurrë plotësisht. Dhe ndoshta kjo është e vërteta më e madhe për Marko Bellon, se ai ishte më kompleks se sa ne mendonim, se ai kishte shtresa që ne nuk I kemi zbuluar ende, se historia e tij ende nuk është treguar plotësisht. A do të zbulohet ndonjëherë e vërteta e plot? A do të gjenden dokumentet që ai fshiu? A do të publikohet ndonjëherë përmbajtja e valigjës së zezë? Këto janë pyetje që vetëm koha mund t'u përgjigjet, dhe ndoshta përgjigja do të vijë kur ne më pak e presim, nga një burim që ne nuk e kemi imagjinuar kurrë. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Marko Bellon, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 22 dhjetor të vitit 2019, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e politikës shqiptare moderne. Çfarë I detyroi ata të tradhtojnë njeriu që kishin shërbyer me besnikëri për dekada? A ishte frika për jetën e tyre? A ishte presioni nga forca të jashtme? Apo ishte diçka më e thellë, një kuptim se ëndra evropiane e Markos ishte bërë një barë e rrezikshme, një vizion që po I çonte të gjithë drejt një gremin nga e cila nuk kishte kthim. Këta 12 njerëz formuan atë që brenda qarqeve të brendshme quhej grupi I heshtur, një rrjet informal që mbante sekretet më të errëta të karrierës së Markos, që e mbronin atë nga sulmet e jashtme, por që gjithashtu e monitoronin çdo lëvizje të tij, çdo vendim të tij, çdo shenjë se ai po humbte kontrollin mbi realitetin politik që e rrethonte. Një nga anëtarët e këtij grupi, një ish-këshilltar I lartë që punoi me Markon për më shumë se 15 vjet, pranon për herë të parë të flasë për atë që ndodhi në muajt përpara largimit të Markos nga politika aktive. Ai tregon se grupi I heshtur u krijua jo nga Marko vet, por nga njerëzit rreth tij që ishin të shqetësuar për shëndetin e tij mendor dhe fizik. Ata shihnin se Marko po bëhej gjithnjë më I izoluar, gjithnjë më paranoik, gjithnjë më I paaftë për të dalluar miq nga armiqt. Ata shihnin se ai po merrte vendime të çuditshme, po shkruante letra që nuk duhej të shkruheshin, po mbante takime me njerëz që nuk duhej të takoheshin. Dhe ata u shqetësuan se nëse Marko do të vazhdonte në këtë rrugë, ai jo vetëm do të shkatëronte karrierën e tij, por edhe do të dëmtonte të gjithë ata që kishin punuar me të, që kishin lidhur emrat e tyre me të, që kishin besuar në vizionin e tij evropian. Kështu që ata vendosën të veprojnë. Jo hapur, jo me konfrontim, por në heshtje, me kujdes, me një strategji që do të siguronte se Marko do të largohej nga politika pa bërë dëm, pa krijuar skandale, pa lënë pas një trashëgimi të shkatëruar. Ata filluan të ndërhynin në mënyrë të butë në vendimet e tij, të filtronin informacionin që I arrinte atij, të menaxhonin takimet e tij në mënyrë që ai të mos takohej me njerëzit e gabuar në kohën e gabuar.
Ata e bën këtë duke menduar se po e mbronin atë, se po e shpëtonin nga vetja e tij, se po ruanin reputacionin që ai kishte ndërtuar me kaq mundim. Por në të vërtetë, ajo që ata po bënin ishte diçka shumë më komplekse dhe më e errët. Ata po e izolonin atë, po e kontrollon atë, po e transformonin nga një lider i pavarur në një figurë simbolike që nuk kishte më fuqi reale. Marko e kuptoi se diçka po ndodhte. Ai filloi të vërej se vendimet e tij nuk zbatoheshin siç ai kishte urdhëruar, se takimet e tij anuloheshin pa shpjegim, se njerëzit që ai donte të takonte papritur nuk ishin të disponueshëm. Ai filloi të dyshoj se kishte një grup që po punonte kundër tij, por ai nuk e dinte se kush ishin ata, se sa të fuqishëm ishin, se çfarë donin. Dhe kjo pasiguri e thelloi paranojen e tij edhe më shumë. Ai filloi të mbajë shënime të kodifikuara, të përdorte telefona të ndryshëm për biseda të ndryshme, të takohej me njerëz në vende të pazakonta në orë të pazakonta. Ai po bëhej viktimë e një cikli vicioz, sa më shumë ai përpiqej të mbrojë veten, aq më shumë ai dukej i pabalancuar, dhe sa më i pabalancuar ai dukej, aq më shumë grupi i heshtur ndihej i justifikuar në veprimet e tyre. Momenti vendimtar erdhi në një mbledhje të mbyllur të grupit të heshtur në nëntor të vitit 2019. Sipas burimit ton, në atë mbledhje u diskutua një pyetje e vështirë: a duhej të vazhdohej me strategjinë e butë të izolimit, apo duhej të merreshin masa më drastike? Disa antar argumentuan se Marko ende kishte mbështetje publike, se nëse ai do të largohej papritur ose nëse do të ndodhte diçka e keqe me të, do të kishte pyetje, do të kishte dyshime, do të kishte një reagim që mund të dëmtonte të gjithë. Të tjerë argumentuan se koha po mbaronte, se Marko po bëhej gjithnjë më i parashikueshëm, se ai po planifikonte diçka që mund të ishte katastrofike për të gjithë, ndoshta publikimin e dokumenteve të tij, ndoshta një fjalim publik ku ai do të akuzonte kolegët e tij, ndoshta një akt i dëshpëruar që do të shkatëronte gjithçka që ai kishte ndërtuar. Në fund, grupi vendosi një kompromis. Ata do të vazhdojnë me strategjinë e izolimit, por do të përgatiten gjithashtu për një skenar emergjence. Ata do të siguronin se nëse Marko do të përpiqej të bënte diçka të papritur, ata do të kishin mënyra për ta ndaluar atë, për ta neutralizuar atë, për ta bërë atë të dukej sikur ai kishte humbur kontrollin mbi veten e tij. Ishte një plan i ftohtë, i llogaritshëm dhe në një farë mënyre i dhimbshëm, sepse shumica e antarëve të grupit të heshtur vërtet e donin Markon, vërtet respektonin atë që ai kishte bërë, vërtet besonin se ata po vepronin për të mirën e tij. Por ata gjithashtu e dinin se në politik, dashuria dhe respekti nuk janë mjaftueshëm. Ndonjëherë, për të mbrojtur një trashëgimi, duhet të sakrifikosh njeriun që e krijoi atë. Ndonjëherë, për të shpëtuar një ide, duhet të heqësh dorë nga idealizmi që e frymëzoi atë. Kur Marko mori vendimin përfundimtar për të tërhequr nga politika aktive në fillim të vitit 2000, shumë njerëz e interpretuan këtë si një zgjedhje personale, një dëshirë për të kaluar më shumë kohë me familjen, për të fokusuar në punën akademike, për të shkruar librin që ai kishte planifikuar prej kohësh. Por ata që e dinin të vërtetën e kuptuan se kjo nuk ishte një zgjedhje e lirë. Marko u detyrua të largohej, jo me kërcënime të hapura, por me një presion të vazhdueshëm, me një izolim të plot, me një kuptim se ai nuk kishte më mbështetje, se ai nuk kishte më aleat, se ai ishte vetëm. Dhe kur një njeri si Marko, një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke punuar me të tjerët, duke ndërtuar koalicione, duke kërkuar konsensus, kupton se ai është plotësisht i izoluar, ai nuk ka zgjedhje tjetër veç se të largohet. Por largimi i Markos nga politika nuk e zgjidhi problemin. Sepse edhe pasi ai u largua, ai vazhdoi të ishte një figurë e rrezikshme për grupin e heshtur. Ai ende kishte dokumentet e tij, ende kishte kontaktet e tij, ende kishte aftësinë për të folur, për të shkruar, për të zbuluar atë që kishte ndodhur. Dhe kështu, grupi i heshtur vazhdoi të e monitoronte atë, të siguroi se ai nuk po bënte asgjë që mund të ishte e dëmshme, të mbante një sy mbi të edhe kur ai mendonte se ishte i lirë. Ishte një formë e butë e burgimit, një mënyrë për të kontrolluar dikë pa e mbyllur fizikisht, një strategji që funksiononte sepse Marko, në thellësinë e zemrës së tij, ende donte të besonte se njerëzit që kishin punuar me të ishin miq, jo armiq. Ai nuk donte të besonte se ai ishte tradhtuar nga ata që ai kishte besuar më shumë. Dhe kjo mohim e bëri atë edhe më të prekshëm, edhe më të lehtë për t'u kontrolluar. Kur Marko vdiq nga Covidi në vitin 2020, grupi i heshtur u shpërnda. Disa antar ndjehen të lehtësuar, të tjerë ndjehen fajtor, dhe disa ende pyesin veten nëse ata bën gjën e duhur. A e shpëtuan ata Markon nga vetja e tij? Ose e shkatëruan ata atë duke e privuar nga liria e tij, nga zëri i tij, nga mundësia për të treguar historinë e tij me fjalët e tij?
Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta dhe ndoshta nuk kanë përgjigje fare. Por ajo që është e qartë është se historia e Marco Bellos nuk është vetëm historia e një njeriu, por historia e një sistemi, e një kulture politike, e një mënyre të menduarit që shpesh sakrifikon individet për hir të stabilitetit, që heq dorë nga e vërteta për hir të reputacionit, që zgjedh heshtjen mbi sinqeritetin. Dhe ndërsa ne kujtojmë Marco Bellon sot, ne duhet të pyesim veten, a jemi ne gati të pranojmë këtë lloj kompromisi? A jemi ne gati të sakrifikojmë idealistët tanë për hir të qetësisë tonë? A jemi ne gati të heqim dorë nga e vërteta për hir të një iluzioni të rehatshëm? Çfarë ndodhte kur Marco Bello kishte dhimbje koke? Mjeku personal thirrej në fshehtësi në pallat. Asnjë diagnozë nuk arrinte në dokumentet zyrtare. Por arkivat e shërbimeve të brendshme ruajnë një listë me medikamentet e porositura për ish-ministrin. Lista zbuloi një gjendje shëndetësore që Marco Bello e fsheu nga publiku shqiptar për dekada të tëra. Në këtë dokumentar do të shihni provat mjekësore që ndryshojnë gjithçka që dinit për vitet e fundit të jetës së tij. Çfarë sëmundjeje vuante ai që e detyroi të mbante heshtje absolute? Pse familja e tij refuzoi të flasë për këtë edhe pas vdekjes së tij? Dhe si ndikoi kjo sëmundje e fshehur në vendimet e tij politike, në tërheqjen e tij nga jeta publike, në mënyrën se si ai e përjetoi dekadën e fundit të jetës së tij? Sipas një ish-infermiereje që punoi në një klinikë private në Tiranë ku Marco shkonte për kontrolle të rregullta, ai filloi të shfaqte simptoma shqetësuese që nga fundi i viteve 2000. Ishin simptoma që në fillim dukeshin të vogla, të parëndësishme, lodhje e tepruar, vështirësi në përqendrim, humbje e peshës, dhimbje koke të shpeshta. Por me kalimin e kohës, këto simptoma u intensifikuan. Marco filloi të ketë probleme me kujtesën afatshkurtër, të harronte emrat të njerëzve që njihte prej vitesh, të përsëriste të njëjtat pyetje brenda pak minutash. Ai filloi të ketë momente kur ai humbte orientimin, kur ai nuk e dinte se ku ishte ose çfarë po bënte. Dhe ai filloi të ketë ndryshime në personalitet, ai që kishte qenë gjithmonë i qetë dhe i matur po bëhej i irritueshëm, i padurueshëm, ndonjëherë edhe agresiv në mënyrë verbale. Mjekët që e ekzaminuan Marcon dyshuan se ai po vuante nga një formë e hershme e një sëmundjeje neurodegenerative, ndoshta një formë e demencës që prek njerëzit në moshë relativisht të re. Por diagnostikimi i saktë ishte i vështirë, sepse Marco refuzonte të bënte testet e nevojshme, të shkonte në spitale të specializuara jashtë vendit, të lejonte që gjendja e tij të bëhej publike. Ai kishte frikë se nëse e vërteta do të dilte, ai do të humbte çdo kredibilitet që kishte, se njerëzit do të mendonin se vendimet e tij politike ishin rezultat i një mendimi të dëmtuar, se gjithçka që ai kishte thënë dhe bërë në vitet e fundit do të vijej në dyshim. Dhe kështu, ai zgjodhi të mbante heshtje, të fshihte simptomat sa më shumë që mundej, të vazhdonte të funksiononte sikur asgjë nuk po ndodhte. Por fshehja e një sëmundjeje të tillë nuk është e lehtë, veçanërisht për një njeri që është në sytë e publikut. Marco duhej të zhvillonte strategji për të kompensuar për problemet e tij të kujtesës. Ai filloi të mbante shënime të hollësishme për gjithçka, të përdorte kalendare dhe alarme për të kujtuar takimet, të mbështetej në asistentët e tij për të mbushur boshllëqet në kujtesën e tij. Ai filloi të shmang situatat ku ai do të duhej të fliste spontanisht, të improvizonte, të përgjigjej në pyetje të papritura. Ai u bë më i varur nga tekstet e shkruara, nga fjalimi i përgatitur, nga mjediset e kontrolluara ku ai mund të minimizonte rrezikun e gabimeve. Por pavarësisht të gjitha përpjekjeve të tij, kishte momente kur masku rrëshiste. Kolegët e tij në parlament kujtojnë raste kur Marco ngatëronte emra, kur ai humbte fijet e argumentit të tij në mes të një fjalie, kur ai duke i hutuar dhe i paqartë. Në fillim, njerëzit e interpretuan këtë si lodhje, si stres, si efekti i moshës. Por me kalimin e kohës, disa filluan të dyshojnë se kishte diçka më serioze. Dhe kur këto dyshime filluan të qarkullojnë, grupi i heshtur u aktivizua. Ata e dinin se nëse e vërteta për gjendjen shëndetësore të Marcos do të dilte, kjo do të ishte katastrofike jo vetëm për të, por edhe për të gjithë ata që kishin punuar me të. Kështu që ata filluan të punojnë për të kontrolluar narrativën, për të minimizuar rastet kur Marco duke i dobët, për të siguruar se ai nuk do të vendosej në situata ku ai mund të bënte gabime publike që do të ngjallnin pyetje. Një nga strategjitë që grupi i heshtur përdori ishte të kufizonte ekspozimin publik të Marcos. Ata filluan të refuzojnë ftesa për intervista, të anulojnë pjesëmarrje në debate televizive, të minimizojnë prezencën e tij në ngjarje publike.
Ata e justifikuan këtë duke thënë se Marko ishte i zënë me punë të rëndësishme, se ai po punonte në projekte që kërkonin përqendrim të plot, se ai kishte zgjedhur të fokusohej në punën substanciale sesa në shfaqjet mediatike. Por e vërteta ishte se ata po e fshinin atë, po e mbronin nga vëzhgimi publik, po siguroheshin se askush nuk do të shite se sa shumë ai kishte përkeqësuar. Por kjo strategji kishte një kosto. Duke e izoluar Markon nga jeta publike, grupi i heshtur gjithashtu e izoloi atë nga burimi i fuqisë së tij, lidhja e tij me publikun, aftësia e tij për të komunikuar drejt për drejt me njerëzit, prezenca e tij si një zë moral në politikën shqiptare. Pa këtë lidhje, Marko u bë gjithnjë e më i pafuqishëm, gjithnjë e më i varur nga ata që supozohej se po e mbronin atë. Dhe kjo varësi e thelloi edhe më shumë ndjenjën e tij të izolimit, të pafuqisë, të dëshpërimit. Në ditët e fundit të jetës së tij, kur Marko ishte i infektuar me Covid dhe po luftonte për të marrë frymë në një dhomë spitali, ai i tha një infermiereje diçka që ajo nuk e ka harruar kurrë: "Trupi im po më tradhton, ashtu si gjithçka tjetër më ka tradhtuar." Ishte një pohim i trishtuar, një njohje se ai kishte humbur kontrollin jo vetëm mbi karrierën e tij, mbi ëndrat e tij, por edhe mbi trupin e tij, mbi mendjen e tij, mbi vetë ekzistencën e tij. Njeriu që kishte vendosur fatin e mira njerëzve dridhej kur ngrihej nga karriga. Njeriu që kishte negociuar me lider evropian nuk mund të kujtonte se çfarë kishte ngrënë në mëngjes. Njeriu që kishte shkruar analiza të hollësishme të politikës së jashtme nuk mund të lexonte një paragraf pa humbur përqendrimin. Ishte një rënje e dhimbshme, një shkatërim i ngadalt, një vdekje që filloi shumë përpara se zemra e tij të ndalonte së rrahuri. Por edhe në atë gjendje, Marko nuk humbi plotësisht dinjitetin e tij. Ai vazhdoi të përpiqej të jetë ai që kishte qenë gjithmonë, një njeri i ndershëm, një njeri me parime, një njeri që besonte se e vërteta ishte më e rëndësishme se rehatia. Dhe kur ai vdiq, shumë njerëz që e njihnin thanë se ishte një çlirim, se ai më në fund ishte i lirë nga vuajtja, nga lufta, nga barrët që ai kishte mbajtur për kaq gjatë. Por të tjerët thanë se vdekja e tij ishte një tragjedi, jo sepse ai vdiq, por sepse ai vdiq pa parë realizimin e ëndrrës së tij, pa ditur nëse puna e tij kishte pasur ndonjë kuptim, pa marrë njohjen që ai meritonte për gjithçka që ai kishte bërë. Sot, kur ne shikojmë prapa në jetën e Marko Bellos, ne shohim një njeri që luftoi me dy armiq, sistemin politik që ai donte të ndryshonte dhe trupin e tij që po e tradhtonte. Dhe në fund, të dy armiqt fituan. Sistemi nuk ndryshoi dhe trupi i tij u shkatërrua. Por ndoshta ka një mësim në këtë tragjedi. Ndoshta mësimi është se ndryshimi nuk vjen nga individët, sado të fortë ose të zgjuar të jenë ata. Ndryshimi vjen nga lëvizjet kolektive, nga gjeneratat që ndërtojnë mbi punën e atyre që erdhën para tyre, nga një kulturë që vlerëson idealizmin por që gjithashtu kupton realitetin. Marko Bello nuk arriti të ndryshojë Shqipërinë, por ai la pas një shembull, një frymëzim, një pyetje që ne ende po përpiqemi t'i përgjigjemi: çfarë lloj vendi duam të jemi? Dhe a jemi gati të paguajmë çmimin për të arritur atë? Kur ushtria hyri në zyrën e Marko Bellos pas largimit të tij nga politika, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Dosje të fshehura me shënime personale nga takimet me lider evropian, biseda private me zyrtar të lartë ndërkombëtar dhe plane evakuimi aq sekrete sa edhe kolegët e tij më të afërt nuk i dinin. Por menjëherë pas 25 dhjetorit të vitit 2000, këto prova zhdukën pa gjurmë. Kush i mori ato? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin këto dosje që dikush donte t'i shkatëronte me çdo kusht? A ishin ato prova të korrupsionit në nivelet më të larta të qeverisë? A ishin ato dokumente që tregonin se integrimi evropian po sabotohej nga brenda? Apo ishin ato diçka edhe më e rrezikshme, një plan për të ekspozuar të vërtetën për atë që kishte ndodhur vërtet në kulisat të politikës shqiptare gjatë 3 dekadave të tranzicionit? Sipas një ish zyrtari të shërbimeve të brendshme që ishte i pranishëm gjatë mbastisjes së zyrës së Markos, ajo që ata gjetën atje ishte shumë më e gjerë se sa ata kishin pritur. Nuk ishin vetëm dosje personale, por një arkiv i tërë që dokumentonte historinë e brendshme të politikës shqiptare që nga vitet 90. Kishte letra nga lider të huaj që nuk ishin kurrë në korrespondencën zyrtare, raporte nga takime që nuk ishin regjistruar në protokolle, analiza të situatës politike që Marko kishte shkruar por që nuk i kishte ndarë me askën. Kishte edhe diçka më shqetësuese, një dosje e veçantë me etiketën tradhtia e brendshme që përmbante emra, data dhe përshkrime të hollësishme të veprimeve që Marko i konsideronte si sabotazh të qëllimshëm të procesit të integrimit evropian. Kur zyrtarët filluan të lexojnë këtë dosje, ata u tronditën.
Aty ishin emrat e njerëzve që ende ishin në pozicione të larta, njerëz që ishin konsideruar si mbështetës të integrimit evropian, njerëz që në publik flisnin për reforma dhe modernizim. Por sipas shënimeve të Marcos, këta njerëz në privat po punonin për të ngadalësuar procesin, për të krijuar pengesa, për të siguruar se Shqipëria do të mbetej në një gjendje të përhershme tranzicioni. Pse? Sepse kjo gjendje i përshtatej interesave të tyre, sepse pasiguria u jepte atyre hapësirë për të vepruar pa llogaridhënie, sepse ata përfitonin nga mungesa e mbikëqyrjes evropiane. Por dosja nuk përmbante vetëm akuza. Ajo përmbante edhe prova, kopje të emaileve, transkriptime të bisedave, dokumente që tregonin se si këta zyrtar kishin takuar përfaqësues të vendeve të tjera dhe u kishin thënë atyre se Shqipëria nuk ishte gati për Evropën, se reformat po shkojnë shumë shpejt, se duhej ngadalësuar procesi. Kishte edhe prova financiare, dokumente që tregonin se disa nga këta zyrtar kishin marrë pagesa nga kompani private që përfitonin nga mungesa e rregullave evropiane, nga mungesa e konkurrencës së lirë, nga mungesa e transparencës. Kur zyrtarët që bastisën zyrën e Marcos raportuan atë që kishin gjetur, u zhvillua një mbledhje urgjente në nivelet më të larta të qeverisë. Pyetja ishte e thjeshtë por e vështirë: çfarë të bëhet me këto dokumente? Nëse ato do të publikoheshin, do të kishte një skandal masiv që do të shkatëronte karrierat e shumë njerëzve, që do të krijonte një krizë politike, që do të dëmtonte marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Por nëse ato do të fshiheshin, do të ishte një akt i qartë i mbulimit, një mohim i së vërtetës, një tradhti e besimit publik. Në fund, u mor një vendim që ishte një kompromis i dhimbshëm. Dokumentet do të klasifikoheshin si material i ndjeshëm për sigurinë kombëtare dhe do të ruhen në arkiva sekrete për një periudhë të pacaktuar. Ato nuk do të shkatëroheshin, por as nuk do të publikoheshin. Do të mbeteshin atje në një arkiv të mbyllur, duke pritur një kohë kur ndoshta Shqipëria do të ishte gati të përballej me të vërtetën e saj. Ishte një zgjidhje që nuk kënaqte askënd, por që dukej si e vetmja mënyrë për të shmangur një krizë që mund të ishte katastrofike. Por jo të gjitha dokumentet u klasifikuan. Disa prej tyre zhdukën plotësisht. Sipas burimeve që kanë folur me kushte anonimiteti, kishte një dosje të veçantë që Marco e kishte etiketuar si për t'u hapur vetëm pas vdekjes sime. Kjo dosje përmbante diçka që Marco e konsideronte si më të rëndësishmen, një letër të gjatë drejtuar popullit shqiptar ku ai shpjegonte pse ai kishte dështuar, çfarë gabimesh ai kishte bërë, çfarë mësimesh ai kishte mësuar, dhe çfarë këshillash ai kishte për gjeneratën e ardhshme. Ishte një dokument personal, i sinqert, i dhimbshëm, një lloj testamenti politik që Marco kishte shkruar në momentet e tij më të errëta. Por kjo dosje nuk u gjet kurrë në arkivat zyrtare. Ajo zhduku në ditët pas bastisjes së zyrës së Marcos dhe askush nuk e di se ku shkoi. Disa thonë se ajo u mor nga një antar i grupit të heshtur që donte ta mbrojë Marcon nga vetja e tij, që mendonte se letra do të dëmtonte reputacionin e tij, që besonte se ishte më mirë që Marco të kujtohej si një idealist i pastër sesa si një njeri i zhgënjur dhe i thyer. Të tjerë thonë se ajo u mor nga shërbimet e inteligjencës që nuk donin që përmbajtja e saj të bëhej publike, sepse ajo përmbante informacione që mund të dëmtonin interesat e shtetit. Dhe ka edhe ata që thonë se ajo u mor nga familja e Marcos që donte ta mbrojë privatësinë e tij, që nuk donte që fjalët e tij të fundit të interpretohen gabim, që besonte se disa gjëra duhet të mbeten private edhe pas vdekjes. Cila nga këto teori është e vërtetë? Ne nuk e dim. Por ajo që e dim është se humbja e kësaj letre është një tragjedi në vetvete. Sepse ajo letër mund të kishte qenë një dokument i rëndësishëm historik, një burim i çmuar për të kuptuar jo vetëm Marco Bellon, por edhe periudhën në të cilën ai jetoi, sfidat me të cilat ai u përball, mësimet që ai mësoi. Ajo mund të kishte qenë një udhëzues për gjeneratën e ardhshme, një paralajmërim për kurthe që duhen shmangur, një frymëzim për të vazhduar luftën që Marco filloi por nuk arriti ta përfundoi. Sot, më shumë se 4 vjet pas vdekjes së Marcos, arkivat që ai la pas mbeten të mbyllura. Familja e tij nuk ka dhënë leje për qasje, qeveria nuk ka deklasifikuar dokumentet dhe historia e plotë e Marco Bellos mbetet e patreguara. Por ka shenja se kjo po ndryshon. Ka historian të rinj që po kërkojnë qasje në arkiva, ka gazetar investigativ që po hulumtojnë jetën e tij, ka një gjeneratë të re që po bën pyetje për të kaluarën dhe që nuk është e kënaqur me përgjigjet zyrtare. Dhe ndoshta, një ditë, e vërteta do të dalë. Ndoshta një ditë, ne do të lexojmë letrat që Marco shkroi, do të shohim dokumentet që ai mblodhi, do të kuptojmë plotësisht atë që ai përjetoi dhe atë që ai donte të arrinte.
Por deri atëherë, ne duhet të jetojmë me pyetje. Çfarë fshinin ato dosje që zhduken? Çfarë shkruante Marko në letrën e tij të fundit? Çfarë të vërtetë ai donte t'i tregonte popullit shqiptar që ai nuk arriti t'i tregojë gjatë jetës së tij? Këto janë pyetje që na sfidojnë, që na bëjnë të mendojmë, që na kujtojnë se historia nuk është kurrë e thjeshtë, se e vërteta nuk është kurrë e plotë, se çdo jetë ka shtresa që ne nuk i kemi zbuluar ende. Dhe ndoshta, kjo është trashëgimia më e madhe e Marko Bellos, jo ajo që ai na tha, por ajo që ai na la të zbulojmë, jo ajo që ai arriti, por ajo që ai na frymëzoi të përpiqemi të arrijmë, jo ajo që ai ishte, por ajo që ai na bëri të dëshirojmë të bëhemi. Historia e Marko Bellos është një histori e paplot, një narrativ me boshllëqe, një jetë që përfundoi para se të mund të tregohej plotësisht. Por ndoshta kjo është mënyra e duhur për ta kujtuar atë. Jo si një figurë të përfunduar, të mbyllur, të kuptuar plotësisht, por si një pyetje të hapur, një sfidë të vazhdueshme, një frymëzim që na thërret të vazhdojmë atë që ai filloi. Sepse në fund, ëndra evropiane e Markos nuk ishte vetëm për të, ishte për të gjithë ne, për vendin ton, për të ardhmen ton. Dhe nëse ne duam që ajo ëndër të realizohet, ne duhet të mësojmë nga gabimet e tij, të ndërtojmë mbi arritjet e tij, të vazhdojmë luftën e tij me mençuri më të madhe, me durim më të madh, me një kuptim më të thellë se ndryshimi nuk vjen shpejt, por vjen nëse ne nuk dorëzohemi kurrë. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Marko Bellos pranon të flasë para kamerave. Ajo që ai na tregon për javët e fundit të jetës së Markos do të rrëzojë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private me familjen, te planet e tij për të shkruar një libër që do të zbulonte të vërtetën, te momenti kur ai kuptoi se koha e tij po mbaronte. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky njeri, një ish oficer i shërbimeve të brendshme që punoi në hije për më shumë se 10 vjet, tregon se Marko në vitet e fundit kishte zhvilluar një ritual të çuditshëm. Çdo mbrëmje, para se të shkonte në shtrat, ai hapte një dosje të vjetër lëkure dhe lexonte letra që ai kishte marrë nga qytetarë të thjeshtë shqiptar gjatë viteve të tij si ministër. Ishin letra nga njerëz që i shkruanin për shpresat e tyre, për ëndrat e tyre për një Shqipëri evropiane, për besimin e tyre se Marko do t'i çonte ata drejt një të ardhmeje më të mirë. Dhe çdo natë, duke lexuar këto letra, Marko qante. Jo me zë, por në heshtje, me lot që rrëshisnin ngadalë në faqet e tij të plakura. Oficeri tregon se ai e pyeti një herë Markon pse ai e torturonte veten duke lexuar ato letra, pse ai nuk i hidhte ato dhe nuk vazhdonte përpara. Marko ju përgjigj me një zë të lodhur, sepse këta njerëz më besuan. Dhe unë i zhgënjeva. Unë u premtova atyre një Shqipëri që unë nuk arrita ta ndërtoj. Dhe tani, e vetmja gjë që mund të bëj është të kujtoj se çfarë humba, se çfarë ne të gjithë humbëm. Ishte një pohim i dhimbshëm nga një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke u përpjekur të ishte në lartësinë e pritshmërive të tjerëve dhe që tani, në fund të rrugës, po përballej me faktin se ai nuk kishte qenë kurrë mjaftueshëm i fortë, mjaftueshëm i zgjuar, mjaftueshëm i fuqishëm për të ndryshuar atë që duhej të ndryshonte. Por historia që oficeri na tregon nuk është vetëm një histori trishtimi. Është gjithashtu një histori guximi të heshtur, të një lloji që rrallë shihet në politikën shqiptare. Sepse edhe në ato ditë të fundit, kur Marko e dinte se shëndeti i tij po përkeqësohej, se koha e tij po mbaronte, ai nuk u dorëzua plotësisht. Ai vazhdoi të punonte në një projekt që ai e mbante sekret nga të gjithë, përveç një rrethi shumë të ngushtë njerëzish të besuar. Ai po shkruante një libër. Jo një libër kujtimesh në kuptimin tradicional, por një analizë të thellë, të sinqertë, të dhimbshme të asaj që kishte shkuar keq me tranzicionin demokratik shqiptar, të arsyeve pse integrimi evropian kishte marrë kaq shumë kohë, të mësimeve që gjenerata e ardhshme duhej të mësonte nga gabimet e gjeneratës së tij. Oficeri tregon se Marko punonte në këtë libër çdo mëngjes, nga ora 5 deri në ora 8, para se familja e tij të zgjohej, para se dita e tij zyrtare të fillonte. Ai shkruante me dorë në fletore të vjetra, me një shkrim që po bëhej gjithnjë e më i vështirë për t'u lexuar për shkak të dridhjes së duarve të tij. Ai shkruante ngadalë, me vështirësi, duke u ndalur shpesh për të kërkuar fjalën e duhur, për të riorganizuar mendimet e tij, për të siguruar se ajo që ai po shkruante ishte e vërtetë, ishte e drejtë, ishte e dobishme. Dhe çdo ditë, kur ai mbaronte, ai I jepte fletoren oficeri, I cili e ruante atë në një vend të sigurt, larg syve të kuriozëve, larg rrezikut të humbjes ose të vjedhjes. Por çfarë shkruante Marko në atë libër? Oficeri nuk na tregon detaje specifike, sepse ai thotë se ai premtoi Markos se nuk do të fliste për përmbajtjen derisa libri të publikohej.
por ai na jep disa ide të përgjithshme. Marko shkruante për gabimet që ai kishte bërë, për momentet kur ai kishte qenë shumë naiv, shumë idealist, shumë i pagatshëm për të luajtur lojën e ashpër të politikës. Ai shkruante për njerëzit që e kishin tradhtuar, por ai nuk i emëronte ata me emër, ai thjesht i përshkruante veprimet e tyre, motivet e tyre, mënyrat se si ata kishin sabotuar procesin e integrimit evropian për interesat e tyre personale. Ai shkruante për sistemin që ai kishte përpjekur të ndryshonte, për kulturën politike që ai kishte përpjekur të transformonte, për mentalitetin që ai kishte përpjekur të modernizonte. Dhe ai shkruante për ëndrat që ai kishte pasur, për vizionin që ai kishte mbajtur, për shpresën që ai nuk e kishte humbur kurrë plotësisht, edhe kur gjithçka dukej e humbur. Në fund të çdo kapitulli, Marko shkruante një pyetje për lexuesin. Jo një pyetje retorike, por një pyetje reale, një ftesë për reflektim, një sfidë për të menduar thellë për atë që ai kishte shkruar. Ai donte që libri i tij të mos ishte vetëm një narrativ pasive, por një dialog aktiv, një mjet për të nxitur mendimin kritik, për të frymëzuar veprimin, për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Dhe në fund të librit, ai shkruante një letër të hapur për gjeneratën e re të politikanëve shqiptar, një letër ku ai i këshillonte ata, i paralajmëronte ata, i inkurajonte ata të mos bënin gabimet që ai kishte bërë, të mos humbte shpresat që ai kishte humbur, të mos dorëzoheshin kur gjërat bëheshin të vështira. Por a do të publikohet ndonjëherë ky libër? Oficeri nuk e di. Ai thot se pas vdekjes së Markos, ai dha fletore familjes së tij, duke u thënë atyre se kjo ishte puna e fundit e Markos, trashëgimia e tij intelektuale, mesazhi i tij për të ardhmen. Por familja nuk ka vendosur ende nëse do ta publikojë atë. Ata janë të ndarë, disa mendojnë se libri duhet të publikohet, sepse ai përmban mësime të vlefshme, sepse ai nderon kujtimin e Markos, sepse ai mund të frymëzojë gjeneratën e ardhshme. Të tjerë mendojnë se libri duhet të mbetet privat, sepse ai përmban gjëra shumë personale, shumë të dhimbshme, shumë të rrezikshme për t'u bërë publike, sepse ai mund të keqinterpretohet, mund të përdoret nga njerëzit e gabuar për qëllimet e gabuara. Dhe kështu, libri i Markos mbetet në një limbo, as i publikuar, as i shkatëruar, as i harruar, as i kujtuar plotësisht. Është një metaforë e përsosur për jetën e tij, një punë e paplot, një vizion i parealizuar, një ëndër që mbetet në pezullim midis shpresës dhe zhgënjimit. Por ndoshta kjo është mënyra e duhur. Ndoshta libri duhet të publikohet vetëm kur Shqipëria të jetë gati për të, kur ne të jemi gati të dëgjojmë të vërtetën pa u mbrojtë, të pranojmë gabimet tona pa u justifikuar, të mësojmë nga e kaluara pa u mbyllur në të. Dhe ndoshta ajo ditë nuk është shumë larg. Ndoshta gjenerata e re që po rritet tani, që po bën pyetje që gjenerata e Markos nuk guxoi t'i bënte, do të jetë ajo që do ta lexojë librin e tij, do ta kuptojë mesazhin e tij, do ta vazhdojë luftën e tij me mençuri më të madhe dhe me shpresë më të fortë. Por çfarë do të ndodhte nëse ne nuk do ta lexojmë kurrë atë libër? Çfarë do të humbnim? A do të ishte kjo një tragjedi, ose thjesht një kapitull tjetër i paplot në historinë e paplot të Shqipërisë moderne? Këto janë pyetje që vetëm koha mund t'u përgjigjet, dhe ndoshta përgjigja do të varet nga zgjedhjet që ne bëjmë sot, nga veprimet që ne ndërmarrim nesër, nga vizionit që ne mbajmë për të ardhmen tonë. Mendoni për njeriun e fundit në të cilin keni besim të plotë. Tani imagjinoni se ky person ju tradhton në ditën më të errët të jetës suaj. Kështu ndodhi me Marko Bellon. Një njeri nga rrethi i tij i brendshëm e tradhtoi atë në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Ish kadroja e shërbimeve të brendshme e njeh këtë histori. Ata e ruajtën heshtjen për 5 vjet. Sot, për herë të parë, do të tregojnë të vërtetën për tradhtinë më të madhe në jetën e Marko Bellos. Kush ishte ky person që Marko i besonte më shumë se vetes së tij? Çfarë e shtyu atë të kthehej kundër njeriut që e kishte mbrojtur, që e kishte promovuar, që e kishte trajtuar si një vëlla? Dhe si ndikoi kjo tradhti në vendimet e fundit të Markos, në tërheqjen e tij nga jeta publike, në mënyrën se si ai e përjetoi dekadën e fundit të jetës së tij? Sipas burimeve që kanë folur me kushte anonimiteti, tradhtari ishte një njeri që kishte punuar me Markon që nga vitet e hershme të karrierës së tij diplomatike. Ishte dikush që Marko e kishte njohur në Bukuresht, që kishte qenë me të gjatë viteve të tranzicionit, që kishte ndarë me të ëndrat për një Shqipëri evropiane. Ishte dikush që Marko e konsideronte jo vetëm si një koleg, por si një mik, si një bashkëluftëtar, si një nga pak njerëzit që e kuptonin vërtet atë që ai po përpiqej të arrinte. Dhe pikërisht për këtë arsye, tradhtia ishte aq e dhimbshme, aq e papritur, aq shkatëruese.
Tradhtia nuk erdhi në formën e një sulmi të hapur, të një akuze publike, të një përpjekjeje për të shkatëruar reputacionin e Marcos. Erdhi në formën më insidioze të mundshme, në formën e një sabotazhi të heshtur, të një minuese të vazhdueshme, të një pune sistematike për të dobësuar pozicionin e Marcos, për të izoluar atë nga mbështetësit e tij, për të siguruar se ai do të dështonte në misionin e tij. Tradhtari punoi nga brenda, duke përdorur pozicionin e tij të besuar për të ndërhyrë në vendimet e Marcos, për të filtruar informacionin që i arrinte atij, për të manipuluar perceptimin që të tjerët kishin për të. Por pse? Çfarë e motivoi këtë person të tradhtonte dikë që ai supozoi se e respektonte, se e admironte, se e mbështeste? Sipas burimeve tona, motivet ishin komplekse dhe të shumëfishta. Kishte xhelozi profesionale, tradhtari kishte filluar të ndjente se ai ishte gjithmonë në hijen e Marcos, se ai nuk merrte kurrë njohjen që meritonte, se ai ishte gjithmonë njeriu i dytë dhe kurrë lideri. Kishte gjithashtu frika se vizionet radikale të Marcos, nëse do të realizoheshin, do të kërcënonin pozicionin e tij, do të ekspononin gabimet e tij, do të bënin të qartë se ai nuk ishte në lartësinë e standardeve që Marco po përpiqej të vendoste. Dhe kishte gjithashtu presion të jashtëm, presion nga forca që nuk donin që Marco të kishte sukses, që shinin në të një kërcënim për interesat e tyre, që ishin gati të paguanin mirë për informacion, për sabotazh, për tradhti. Momenti vendimtar erdhi në vitin 2019, kur Marco po planifikonte të bënte një lëvizje të guximshme. Ai donte të shkruante një raport të detajuar për Komisionin Evropian, ku ai do të identifikonte me emër njerëzit që po sabotojnë procesin e integrimit, ku ai do të paraqiste prova të korrupsionit dhe të keqmenaxhimit, ku ai do të kërkonte një ndërhyrje të drejtpërdrejtë nga Brukseli për të detyruar qeverinë shqiptare të bëjë reforma reale. Ishte një plan i rrezikshëm, sepse ai do të krijonte armiq të fuqishëm, do të shkaktonte një krizë politike, do të vendoste karrierën e Marcos në rrezik. Por Marco ishte i vendosur. Ai e dinte se kjo ishte shansi i tij i fundit për të bërë një ndryshim real, për të lënë një trashëgimi që do të shkonte përtej fjalimeve dhe dokumenteve. Por tradhtari e mësoi për këtë plan. Dhe ai vendosi se duhej ta ndalonte atë me çdo kusht. Ai filloi të punonte në heshtje për të minuar planin e Marcos. Ai rrjedhi informacion për planin të njerëzit që do të dëmtoheshin nga ai, duke u dhënë atyre kohë për të përgatitur kundër sulmin e tyre. Ai manipuloi dokumentet që Marco po përdorte për të ndërtuar rastin e tij, duke hequr prova kyçe, duke shtuar informacion të dyshimt që do ta bënte raportin më pak kredibil. Ai përhapi thashetheme për gjendjen mendore të Marcos, duke sugjeruar se ai po bëhej paranoik, se ai po shite komplotet kudo, se ai nuk ishte më në gjendje të gjykonte qartë. Dhe kur Marco më në fund kuptoi se çfarë po ndodhte, kur ai zbuloi se burimi i sabotazhit ishte njeriu që ai i besonte më shumë, goditja ishte shkatëruese. Sipas atyre që ishin afër tij në atë kohë, Marco nuk u zemërua, nuk bërtiti, nuk akuzoi. Ai thjesht u mbyll. Ai u tërhoq në veten e tij, u bë i heshtur, i largët, i pakapshëm. Ai ndaloi se foluri për planin e tij, ndaloi se takuari me njerëzit që ai kishte besuar, ndaloi se besuari se ndryshimi ishte i mundur. Tradhtia e theu diçka thelbësore në të, diçka që nuk mund të riparojë, besimin e tij në natyrën njerëzore, besimin e tij se njerëzit mund të veprojnë për një qëllim më të lartë se interesat e tyre personale, besimin e tij se miqësia dhe besnikëria ishin më të forta se ambicia dhe frika. Pas asaj tradhtie, Marco nuk ishte më i njëjti njeri. Ai vazhdoi të punonte, por pa pasion. Ai vazhdoi të fliste, por pa bindje. Ai vazhdoi të shpresonte, por pa besim. Ai kishte humbur atë që e kishte bërë atë të veçantë, aftësinë për të besuar, për të dashur, për të dhënë vetes së tij plotësisht për një kauzë. Dhe kur ai vendosi të largohej nga politika, nuk ishte sepse ai ishte i lodhur, ose sepse ai donte të kalonte më shumë kohë me familjen. Ishte sepse ai e dinte se ai nuk mund të vazhdonte të luftonte kur ai nuk kishte më besim në njerëzit me të cilët ai po luftonte, kur ai nuk kishte më shpresë se fitoria ishte e mundur, kur ai nuk kishte më forcën për të duruar dhimbjen e tradhtisë së përsëritur. Por historia nuk përfundon këtu. Sepse tradhtari, edhe pasi Marco u largua nga politika, vazhdoi të jetojë me peshën e asaj që ai kishte bërë. Sipas burimeve tona, ai u përpoq disa herë të kontaktonte Marcon, të kërkonte falje, të shpjegonte motivet e tij, të riparonte marrëdhënien e tyre. Por Marco refuzoi të takohej me të, refuzoi të fliste me të, refuzoi edhe të pranonte letrat e tij.
Për Markon, tradhtia nuk ishte diçka që mund të falej, sepse ajo nuk ishte vetëm një akt personal, por një tradhti e një vizioni, e një ëndre, e një gjenerimi të tërë që kishte shpresuar për një Shqipëri më të mirë. Dhe kur Marko vdiq, tradhtari ishte një nga njerëzit e parë që erdhi në funeral. Ai qëndroi në fund të sallës, i veshur me të zeza, me kokën ulur, me lotë që rrëshisnin në faqet e tij. Ai nuk foli me askënd, nuk u përshëndet me familjen, nuk qëndroi për ceremoninë e plotë. Ai thjesht erdhi, qëndroi për disa minuta dhe u largua. Dhe ata që e pan atë ditë thanë se ai dukej si një njeri që po mbante një barkë të padurueshme, një faj që nuk mund të shlyhet, një pendim që do ta ndiqte atë për pjesën tjetër të jetës së tij. A meriton tradhtari falje? A ishte ai një viktime e rrethanave, e presioneve, e dobësive njerëzore? Ose ishte ai thjesht një njeri i dobët që zgjodhi interesin personal mbi parimet, që tradhtoi një mik për hir të karrierës, që sakrifikoi një vizion për hir të sigurisë? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, dhe ndoshta nuk kanë përgjigje fare. Por ajo që është e qartë është se tradhtia e tij pati pasoja që shkuan përtej marrëdhënies personale midis tij dhe Markos. Ajo ndikoi në historinë e Shqipërisë, sepse ajo pengoi një reformator të sinqert nga bërja e ndryshimeve që vendi kishte nevojë. Ajo dëmtoi procesin e integrimit evropian, sepse ajo forcoi ata që donin të ngadalsonin atë proces. Dhe ajo la një mësim të dhimbshëm për gjeneratën e ardhshme, se në politikë, armiqt më të rrezikshëm nuk janë ata që të sulmojnë hapur, por ata që të tradhtojnë nga brenda, që përdorin besimin tënd kundër teje, që shkatërrojnë ëndrat e tua duke pretenduar se po të ndihmojnë. Në sejfin personal të Marko Bellos u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmve që duhej të eliminoheshin pas një ngjarjeje të caktuar. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur njerëzit e afërt pan listën, ata kuptuan, ose ai, ose ne. A ishte largimi i tyre nga Marko një akt heroizmi ose thjesht një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Çfarë përmbante kjo listë që e bëri ata aq të rrezikshme? Dhe pse Marko, një njeri që kishte kaluar gjithë jetën duke promovuar vlerat demokratike, do të mbante një listë të tillë? Sipas një burimi që kishte qasje në dokumentet personale të Markos, lista nuk ishte ajo që dukej në shikim të parë. Nuk ishte një listë njerëzish që Marko donte të dëmtonte fizikisht, por një listë njerëzish që ai besonte se duhej të largoheshin nga pozicionet e tyre të fuqisë nëse Shqipëria do të kishte ndonjë shans për të bërë një tranzicion të vërtet demokratik. Ishin emrat të njerëzve që Marko i konsideronte si pengesa kryesore për reformën, si figura që përfaqësonin mentalitetin e vjetër, si individ që ishin të lidhur me korrupsionin, me krimin e organizuar, me interesat që ishin në kundërshtim me integrimin evropian. Por pse Marko e quajti atë listë ekzekutimi? Sipas burimit ton, ishte një metaforë, një mënyrë për të thënë se këta njerëz duhej të ekzekutoheshin politikisht, jo fizikisht. Ata duhej të hiqeshin nga pozicionet e tyre, të humbsnin fuqinë e tyre, të bëheshin të parëndësishëm. Por përdorimi i kësaj gjuhe të ashpër tregon se sa i frustruar, sa i dëshpëruar, sa i zemëruar ishte Marko në ato momente. Ai kishte arritur në një pikë ku ai nuk besonte më se ndryshimi mund të vinte përmes dialogut, përmes kompromisit, përmes proceseve demokratike normale. Ai besonte se duhej një ndërhyrje drastike, një pastrimi i sistemit, një rivendosje e plotë e rendit politik. Por kush ishin këta 15 njerëz? Burimi ynë nuk na jep emra specifike, por ai na jep një përshkrim të përgjithshëm. Ishin njerëz nga të gjitha nivelet e pushtetit, ministra, deputet, gjyqtar, drejtor të agjencive shtetërore, udhëheqës të partive politike. Disa ishin figura publike të njohura, të tjerë ishin operatorë në hije që shumica e shqiptarëve nuk i njihnin. Por të gjithë kishin një gjë të përbashkët, ata ishin njerëz që Marko besonte se po pengonin Shqipërinë nga ecja përpara, që po mbanin vendin në një gjendje të përhershme tranzicioni, që po përfitonin nga kaosi dhe nga mungesa e sundimit të ligjit. Kur kjo listë u zbulua pas largimit të Markos nga politika, ajo shkaktoi panik në qarqet e pushtetit. Njerëzit filluan të pyesin, a jam unë në atë listë? A më konsideron Marko si një pengesë? Apo planifikon ai të më ekspozoj, të më akuzoj, të më shkatërroj? Ky panik kontribuoi në vendimin për të izoluar Markon, për ta bërë atë të heshtur, për të siguruar se ai nuk do të kishte kurrë mundësinë për të vënë në jetë planin e tij.
sepse nëse Marko do të kishte arritur të publikonte atë listë, të paraqiste provat e tij, të mobilizonte mbështetjen ndërkombëtare, ai mund të kishte shkaktuar një tërmet politik që do të kishte rrëzuar karriera, do të kishte dërguar njerëz në burg, do të kishte ndryshuar ekuilibrat e fuqisë në Shqipëri. Por Marko nuk e publikoi kurrë listën. Ai e mbajti atë në sejfin e tij personal si një dokument që ai ndoshta planifikonte ta përdorte një ditë, ose ndoshta thjesht si një mënyrë për të organizuar mendimet e tij, për të identifikuar armiqtë e tij, për të kuptuar se kundër kujt ai po luftonte. Dhe kur ai vdiq, lista u mor nga familja e tij, e cila vendosi ta shkatëronte atë. Ata thanë se ata nuk donin që emri i Markos të lidhej me një dokument që mund të interpretohej si një thirrje për dhunë, që mund të përdorej nga njerëzit e gabuar për qëllimet e gabuara, që mund të shkatëronte reputacionin që ai kishte ndërtuar me kaq mundim. Por a ishte kjo vendimi i duhur? A duhej lista të ruhet si një dokument historik, si një dëshmi e asaj që Marko mendonte, e asaj që ai planifikonte, e asaj që ai besonte se duhej të bëhej? Ose a ishte më mirë që ajo të shkatërohej, që emrat të mos bëheshin kurrë publik, që njerëzit që ishin në atë listë të mos stigmatizohen përgjithmonë si armiq të reformës? Këto janë pyetje që familja e Markos ende po lufton me to, dhe ndoshta nuk ka një përgjigje të drejtë. Sepse në njërin anë, lista ishte një dokument i rëndësishëm që mund të kishte ndihmuar historianët të kuptonin më mirë periudhën, të identifikonin forcat që po pengonin reformën, të mësonin mësime për të ardhmen. Por në anën tjetër, lista ishte gjithashtu një dokument i rrezikshëm që mund të kishte shkaktuar dëm, që mund të kishte përdorur për hakmarrje politike, që mund të kishte krijuar një atmosferë edhe më të polarizuar dhe më të dhunshme në politikën shqiptare. Ajo që mbetet është një pyetje e hapur: çfarë do të kishte ndodhur nëse Marko do të kishte jetuar më gjatë, nëse ai do të kishte pasur kohën dhe forcën për të vënë në jetë planin e tij, për të publikuar listën e tij, për të luftuar kundër njerëzve që ai konsideronte si pengesa për reformën? A do të kishte ai pasur sukses? Ose a do të ishte ai thjesht shkatëruar nga forca që ishin shumë më të fuqishme se ai, që kishin më shumë burime, më shumë lidhje, më shumë gatishmëri për të luajtur të ndyrë? Ne nuk e dim, dhe ne nuk do ta dim kurrë. Por ajo që e dim është se ekzistenca e asaj liste tregon se Marko, në fund të karrierës së tij, kishte arritur në një pikë ku ai nuk besonte më se ndryshimi mund të vinte përmes mënyrave normale, përmes proceseve demokratike, përmes dialogut dhe kompromisit. Ai besonte se duhej një ndërhyrje më drastike, një veprim më i guximshëm, një luftë më e ashpër. Dhe kjo, ndoshta, është trashëgimia më komplekse e Markos, jo vetëm idealisti që besonte në vlerat evropiane, por edhe luftëtari që ishte gati të luftonte me çdo mjet të nevojshëm për të mbrojtur ato vlera. Finali. Pas largimit të Marko Bellos nga skena politike, Shqipëria vazhdoi rrugën e saj të vështirë drejt integrimit evropian. Reformat që ai kishte filluar vazhduan, por me një ritëm më të ngadaltë, me më pak pasion, me më pak vizion. Disa nga njerëzit që kishin punuar me të vazhduan karrierat e tyre, disa u larguan nga politika, disa u harruan. Tradhtari që e kishte sabotuar atë jetoi me peshën e fajit të tij, duke u përpjekur të gjejë paqe në punën e tij, në familjen e tij, në projektet e tij private, por duke mos e gjetur kurrë plotësisht atë paqe. Grupi i heshtur u shpërnda, antarët e tij shkuan në drejtime të ndryshme, disa duke mbajtur sekretet që ata kishin ndarë, të tjerë duke u përpjekur të harrojnë atë që kishin bërë. Familja e Markos ruajti kujtimin e tij në heshtje, duke refuzuar të fliste shumë publikisht për të, duke mbrojtur privatësinë e tij, duke siguruar se ai do të kujtohej jo si një figurë kontroverse, por si një njeri i ndershëm që kishte përpjekur të bënte të drejtën. Libri që ai kishte shkruar mbeti i papublikuar, duke pritur një kohë kur ndoshta Shqipëria do të ishte gati për të. Dokumentet që ai kishte mbledhur mbeten në arkiva të mbyllura, duke pritur historian të ardhshëm që do të kenë guximin dhe aftësinë për t'i studiuar ato pa paragjykime, pa frikë, pa agjenda politike. Dhe Shqipëria? Shqipëria vazhdoi të ecte përpara, ngadalë, me vështirësi, me shumë pengesa në rrugë. Ajo nuk arriti në Bashkimin Evropian në kohën që Marko kishte shpresuar, por ajo nuk e humbi kurrë plotësisht ëndrrën. Gjenerata e re që u rrit pas Markos filloi të bëj pyetje, të kërkoj llogaridhënie, të kërkoj ndryshim. Ata lexuan për Markon, mësuan nga shembulli i tij, u frymëzuan nga vizionit i tij. Dhe disa prej tyre vendosën të hyjnë në politik, jo për pushtet, por për të vazhduar punën që ai kishte filluar, për të realizuar ëndrat që ai nuk arriti të realizonte, për të ndërtuar Shqipërinë që ai kishte imagjinuar. Por pyetja mbetet, a ishte Marko Bello një hero ose një idealist naiv?
A ishte ai një vizionar ose një njeri që nuk e kuptoi kur vendin e tij? A ishte ëndra e tij evropiane një objektiv i arritshëm ose një iluzion i bukur? Ndoshta përgjigja është se ai ishte të gjitha këto gjëra në të njëjtën kohë. Ai ishte një njeri kompleks, me virtyte dhe me të meta, me sukses dhe me dështime, me shpresa dhe me zhgënjime. Ai ishte një produkt i kohës së tij, por gjithashtu një njeri që përpiqej të shkonte përtej asaj kohe, të imagjinonte një të ardhme më të mirë, të luftonte për atë të ardhme edhe kur gjithçka dukej e pamundur. Historia e Marco Bellos nuk ka një fund të qartë, sepse historia e Shqipërisë ende po shkruhet. Ëndra e tij evropiane ende jeton në zemrat e atyre që besojnë se Shqipëria mund të jetë më shumë se ajo që është sot, se ajo mund të jetë një vend me institucione që funksionojnë, me politikanë që shërbejnë popullin, me qytetarë që besojnë në shtetin e tyre. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të ecim në atë rrugë, ne duhet të kujtojmë Markon jo si një figurë të përsosur, por si një njeri që u përpoq, që dështoi, por që nuk u dorëzua kurrë plotësisht. Ai na la një mësim të thjeshtë por të fuqishëm, se ndryshimi është i mundur, por i vështirë, se idealizmi është i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm, se ëndrat janë të bukura, por realiteti kërkon punë, sakrificë dhe durim. Ndoshta një ditë, kur Shqipëria do të jetë në Bashkimin Evropian, kur institucionet do të funksionojnë, kur korrupsioni do të jetë një kujtim i largët, kur drejtësia do të jetë e vërtetë për të gjithë, ne do të shikojmë prapa dhe do të themi: Marco Bello kishte të drejtë. Ai pa diçka që ne nuk e pam, ai besoi në diçka që ne nuk guxuam ta besonim, ai luftoi për diçka që ne menduam se ishte e pamundur. Dhe edhe pse ai nuk e pa kurrë atë ditë, ai kontribuoi në arritjen e saj, ai ndezi një shkëndij që nuk u shua kurrë plotësisht, ai frymëzoi një gjenerat që vazhdoi luftën e tij me mençuri më të madhe dhe me shpresë më të fortë. Ose ndoshta ne nuk do ta shohim kurrë atë ditë. Ndoshta Shqipëria do të mbetet përgjithmonë në një gjendje tranzicioni, përgjithmonë duke u përpjekur por duke mos arritur kurrë, përgjithmonë duke ëndërruar por duke mos realizuar kurrë. Dhe në atë rast, historia e Marco Bellos do të jetë një kujtesë e trishtuar e asaj që mund të kishte qenë, e një ëndre që mbeti e parealizuar, e një njeriu që besoi shumë dhe që pagoi çmimin e atij besimi me zhgënjimin, me izolimin, me harresën. Por pavarësisht se cila do të jetë e ardhmja, një gjë është e sigurt: Marco Bello jetoi sipas parimeve të tij, luftoi për atë që ai besonte dhe nuk u dorëzua kurrë plotësisht edhe kur gjithçka dukej e humbur. Dhe kjo, në vetvete, është një arritje që meriton të respektohet, të kujtohet, të festohet. Sepse në një botë ku shumë njerëz zgjedhin rrugën e lehtë, ku shumë politikanë zgjedhin interesin personal mbi të mirën e përbashkët, ku shumë idealiste dorëzohen kur gjërat bëhen të vështira, Marco zgjodhi rrugën e vështirë. Ai zgjodhi të jetojë me integritet, të flasë me të vërtetën, të luftojë për një vizion që shkonte përtej vetes së tij. Dhe për këtë, ai meriton të kujtohet jo si një dështim, por si një shembull, jo si një tragjedi, por si një frymëzim, jo si një fund, por si një fillim. Stimaj telespektatori, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Marco Bello ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.